Lo sé de tú. Maquiteu, Bahia. Hello që të gjithëve. Kena ardhë. Përshëndetje. Përshëndetje si jeni u? O Lale kanë luajtur me që njerëzit për lencën. Po ishte fare personazhe. Nëse morën vetveten, Po, për zotin. Na dha shumë nostalgji me thënë drejtën, a kupto? zotin, Na ka Lale. kapur për fëmijërinë tonë, për impakt. Ne këto kapim, Lele. Nuk Ne këto diskutohet. kapim, nuk jena dosidone tash. Ta mos dini, bëjmë ere. kështu numësh Të lutem. Po ça episodi kena arrit mëse Te i numër i bukur. se Ta sa jemi edhe si grup. Te ke treshje. Treshe, vlla. Ke treshi te S2 e P3. S2 e P3. Grupi, tash mos të zgjasim me këto paranteza direkte. Ne i dim që janë gjithë mirë me shnet, i japim drejtim. Jepi vlla. Gati e? Hajde vlla. Sot kena përzgjedh po prapë super anime, ju e dini që janë vetëm bomba, nuk ka mo sezoni Të 2 lutem. çul numrash. Të lutem. Dhe kena përzgjedh Hunter x Hunter! Një anime me potencial shumë të fortë, o Është vllai. e bukur, është Shumë e fantastike, histori të jashtëzakonshme, personazhe pafund njëri më i mirë se tjetri. Shumë e thellë si anime me thënë drejtën dhe shumë e bukur. Shumë filozofike, shumë Psikologjike filozofike. deri në fund. Shumë filozofike, është Shumë vërtet, e bukur. kështu që na lini çika vlla tash të shprehen ndonjë në gjë. Avash. Shikoj tash. Këta dy e kanë dash aq shumë këtë anime, se unë s'desha me Vallai, fut tash me Hunter, thon Hunter, drejtën, des mos të më Ja bën vlen, numra, ja po vlen. deshën këta të dy. Po Kështu vendimet që e tua, kuptoj, s'janë aq të sakta. Unë bie në dakordsi me të gjithë, kështu që bëj kompromise. Na bo kota. Si shefi mirë, si shefi mirë, merr vesh ti to bë kështu. Mos me zgjat shumë tash. vazhdoj. Dakord? Kena dhe i super të ftuar, dakord? Ai është një djalë influencer do ta quaj unë. Po jo vetëm nga këto influencer që na mësu me pa neve Lale këto lart e poshtë. Special. Është çik si special, është çik i veçantë ideali. Special. Është një fan shumë i madh i animeve dhe është Anime Rodi. Mirë se na erdha. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën, më kam pritur këtë ditë. Jeni podcasti më i bukur sot për sot në Shqipëri. Na i Faleminderit. po Ndjek që ditën e parë, që kur doli video në YouTube, pastaj thash, "Ore, po pse s'po hapen TikTok të ky grupi? Pse s'po hapen?" Derisa doli dhe video në TikTok aty thash, tani më bë zemra mal." E kena nis çikter, se kemi se kështu me peripetësia. Butshëm, e keni nis. Organizm vërtuar të keqë. Është thjesht fjalia bushëm po. Është thjesht me ne me thon ideja. Vetëm buçën që s'ka qenë. Ideja vlla, Pa, për pa, kaq, pa, pa. vetëm kaq. I themi ne buçëm. Rodi po mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Tashi unë të prezantova si Anime Rodi siç njohin të gjithë, Pa. dakord? Mund të prezantoja edhe vet me emrin tat, po thash këto ti lej ty më mirë se i kem më shumë qefi, siç e njeh ti vetëm Erdaj, si ofun asnjëherë, kjo është pak po e sigurt. Por se çof i bukur i kur unë po të mungoj gjë. E ke vërë edhe ti se po e Jo, nuk më shkëlqen diçka të syni, Ka nevojë për një shkëlqim. Tash e ka dritë ato nuk e di se ç'a. Kolegi dashur na asisto pak me Se çka me kam atë një gjë të mrekullinë që ke mënga. aty. Se çka kam një gjë të mënga. Ne nuk rrim dot pasaj ditë vllaim, siç duhet. Urdhro vlla, kjo është vetëm për ty vlla. Po jo kështu se prekemi burr. Ja, tash ti ma e vetëm. Sentimental. Jo, je çun Floridi. Kur të Dhe me gjash, që je çun afro te Flori, kamera. Afro te kamerë. te e ke nga Enzo Atini, Okej. një dhuratë shumë e bukur për ty. Ave Shumë kolegu im. faleminderit. Spaketoje. Atë pëlqen, që besoj se po. Se po s'pëlqeu. Çfarë lloj dhurate unë pra. pëlqej. Dhurata është dhuratë. Se po s'pëlqeu. Dhuratat i pranojnë gjithë. E po ta kçyrim për për një stresa është Ani, është speciale. Paska. Çfarë është kjo? si qepa. ASMR pra? Gjonat bukur pa? Jo gjona do si do. Ta shohim mirë sot ri. Pa, Ta gëzosh. Ta gëzosh. Shega, tamam. U fut omël vlla si thikam gjalp. O i arti jonti, o Flori. Ja pra, ja Floriri djali. Shumë faleminderit, shumë e bukur. Tamam, siç duhet. Tash shef, tash erdhën ngjyra direkt. Tani jemi në rregull bashkë. Pa. Atëherë, Rodi, do doja shumë për Okej, ty të njohin shumë veta, patjetër, ke atë kontingjentin tat shumë special. Dhe unë do doja për të gjithë shikuesit e rinj që të shohin për herë të parë ose edhe thjesht Anime Rodin me fytyrë, një gjë
tëndën, pra një prezantim tëndin, si ta du shtila, le, jo sikur s'kena shumë mësim. Ja, profesor Velia më flasë. Po, Rodi, jepini. Atëre, që që the edhe ti, unë në ofkën e kam animerot, sepse ma vendosi një shok që duhet të më shtyte të hyja në botën e TikTokut për të bërë content, pa diçka tek unë që mund të jepsha një vlerë të shtuar në këtë botën e TikTokut, edhe në Instagram më vonë. Emri im është Rodi Kozeli. Si profesion që kam mbaruar dhe në shkollë është inxhinieri elektronike, kam bërë dhe marketing. Mashallah. Jam nga ata tipat që nuk merrem dot vetëm me një punë, po du të bëj disa tipe të ndryshme punësh. Nuk fiksohet vetëm me multitasking. Multitask. Duhet, nuk arrit gjitha me i vend. Ja, kjo është pak po e sigurt, kjo gjëja. Edhe animet kanë qenë pasion që i vogël, domethënë, ato shikoja një botë që gjithë stresin e ditës që i vogël, domethënë, nuk mund të thejme sot që në kohët e sotme nuk e stres. Patjetër. Që e vogël akumulohet edhe animet e kam pa një botë që dola nga gjithë të problemet e ditës, i shikoja si knajtësi. Me kë e nise? Sa do ta pyesë? Anime e parë. Ne të lutem. Mendoni njësoj ju të dy. Të lutem. Vetëm sa je stullac. Po prandaj pra ti Pastaj- transmetoni ndjenjat. Avatar. Tani filloj. Lodra ime e parë ka qenë në dyqan tek Shallvari që ka qenë Digimoni. Wow. Digimon. Edhe atë e kam kërkuar akoma dhe sot si lodë, por nuk po e gjej më as i vend. Te Temu. Agumoni, te Temu. Temu si gjithë. Sponsor Temu më Temu sponsor, dhe vek të poshtë. Por që anime e parë, nuk po e them Dragon Ball dhe këto se i kem patë Italia, unë si të gjithë. E gjithë veçantë. E veçantë ka qenë Pokemoni. Me Pokemon. Pokemonin, sepse ka qenë dhe një nga lojrat e para që u kam pas në Game Boy. Besoj kush e di. Dhe kur bëm bisedë bashkë atëherë, për të ardhur, më the kam qef Pokemonin. Doja Pokemon, ftonin për Pokemonin, duhet flas për Pokemonin. Po tash Pokemoni. Ne jemi ndryshe vlla, bëjmë ndryshim. Po insistova te Pokemoni sepse edhe në kohën e Covidit kam lut Pokemon Go bashkë me i shok. Nga këta tipat. Po, kam qenë një nga të parët në Shqipëri që kam bërë vetëm për të koleksionuar Pokemona. Jeni të veçantë. Dhe një ditë kam qenë bashkë me shokun tim që e kam si vëlla që e përshëndes shumë. Kemi bërë 20 kilometra brenda asaj dite vetëm për të kapur një Pokemon që do të fitoni dhe Pokemon legjendar. A fitove të paktën? Normalisht. Ua, e vajte, Në jam kohën e Covidit, pa leje. Kanë qenë mirë. Policia! Ja ku është? Ka qenë koha, vlla, rritet boje gishti. Gjithë. Pokemon Go ishin gjithë. Stërvitje muskujt e gishtit lale. Vazhdojmë edhe sot, Vazhdoni edhe Po, sot. koleksioni vazhdon. Bro. Vazhdo në dalin to. Pasionor çdo njeri ka një pasion. Vllai, mos dalim çik nga tema, se Pokemonin e kena rrezik në një seri tjetër. Komentoni, a e doni Pokemonin? Po. Komentoni. Na si. thoni. Kjo është tamam për të thënë që shiko se çfarë të bëjnë animet, pasioni, dëshira, çfarë të shtyn që të arrish, të bësh është ja. Të dalim nga vetja. Po, dalësh të kapi policia, dhe kupton. Do Covid, pandemia, dalësh nga shtëpia. Për çfarë arsye serioze ke dalë nga shtëpia? Po kapi Pokemon. Ai sa ka denxar Pokemon. Ishte legjendar aty edhe. Mundes koja. Leja mot. Vlla konkretisht. Me. Për Hunter x Hunter, se dhe kjo teknikisht e ka Hunter x Hunter apo jo, Po, pra Hunter X x Hunter, nuk shqiptohet po. me sa diun. Nuk shqiptohet. Na e kanë bërë kritik, i shofën komentet e uja, mos kujtoni se si shoh, kështu që. Ja 40 vjeçari Lali ti. 40 vjeçari Lali zot, kuptoni të më rrit me 14 vjet dhe 20 vjet zipi. Le se jena pleq të gjithë vlla. Po tamam, Lale, po na rrisim shiko, para kohë. nuk është asnjëri nga ne ta ndaj këtë muhabet. As 30, as 40, lene më tutje. Jemi të gjithë të 20-tat. Na leni rahat. Ju lutem. Kene kundërshtim koleg? Ja. Edhe ti të kjo mos je vlla. Po ne mos ta kujto, por se na vjen ditlini ja dhe pak. Atëherë. Ja të 2 muaj. Mirë. Kaq. Pas kemi se bepe. E pa mirë, hava sot. Konkretisht për Hunter x Hunter. Si ka nis? Që si u nise për ta filluar si anime. Domethënë çat Shumë e ndikoi. bukur kjo histori. Besoj që të gjithë e keni dëgjuar për TikTokerin King Chris. Okej. Po. Vetëm 20 sekonda me andashur, ta shikoj një video nga ai që imitonte një tip kloni Okej. me shprehin Gon. Thash unë këto do ta shoh. Thjesht do ta shoh, nuk e di pse. Çfarë impakti? Çfarë influence? Vetëm një emër përmendje, hajde do ta shoh çka ka. Dodi që ishte histori e bukur dhe kishte shumë filozofi brenda si anime në vetë. Goni ka filozofi? Po, atë. Goni, fiksa Imagjino. ajo pjesa ka super filozofi vlla. Po. Do ta them pastaj çfarë filozofi. Imagjino lymi çfarë filozofie ka. Dhe kupton. Të lutem. Okej.
Edhe, okej, e nisa në 2014 e fillova të shikoj. Ajo kishte Okej. 2 versione me sa pash. Shkova me më të rënd që ishte 2011-s. Po një është e vjetër fare, më duket. Po, e- është 99, është versioni më përpara. versioni i vjetër Jo, është jo, shumë është dark. 99. Ah, okay, se mos e ngatroj. Kështu që Është dark ajo Nëse- krahasim me këtë që është bërë tani ka Ja, rrezë kjo shumë është- dark. ajo është në kam lënë që dy seri, çfarë është ajo, që në fillim e kam lënë, se mbaj mend, serial ka qenë dhe im duket, apo jo? po, me ka serial, qenë me se e kam pa- 64, ka e kam- qenë me po. 64 seri, vetëm prodhimi i parë që është bërë në Prodhimi i 99 dhe pastaj është ribërë në 2011 dhe aty pastaj vazhdoi me Ai- 146. ai ishte ishte një zhuri më të Just bukur, something. ishte shumë e bukur, kishte lezet, kishte pamje, kishte ngjyra, por ishte një kohë që na duhej të shikonim ngjyra. Atmosferë. Se atmosferë. se haru valla dhe ke ngjyra sa dush. Po le. Po Kastile ka bën Naruto, Kastile. Nuk mund të debatosh për atë lloj animesh. Ah, Kur bra. fillon debati, ti e fan si Narutos, Unë- kolegët i ke me One Piece-in, Ti i kujt fan ti e vlla? Boku no Pico. Bravo. Jemi shumë Ja, ja, dakord. mos e shif dikën. Mos e shif. Hapeni shikojeni. Jo, 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 Shaka, jo, shaka, jo, të lutem, stop. jo, Kamera, jo, të e, lutem. Jo, mos e trashëgoj. Jore. Ishte shaka, ishte Ore, shaka. është ajo të mëson vlla. Çfarë të Jemi në mëson vlla? 2025 vlla. Çfarë të mëson vlla? Oleg. Për ndryshimin që bën me njëri. Jo, Jo. Nuk Hisoka me atë e nisi që mësoj. Isoka. Ka pasur drejt Isoka, s'ka E faj. ka pa pasur drejt. Boku no Pico përpara, Po, pastaj ka ishte. thënë go. Por Ore, Okej. po hapet debat për kush cila anime ke preferuar. Kthehemi te Hunter x Hunter. Ore, unë do nis Opa. unë do e nis me një pyetje shumë të vështirë për Klean. Pse femrat e pëlqejnë Hisokën o zemra? Nuk më bën sens. Mau, E ke na e Nuk më bën fujkësh. sens. ta shpjegoj shumë qartë. E ke parasysh atë momentin kur Hisoka është duke u lartë liçenin dhe del me atë trupin Shi, flokët nuk e e kam rënë pak të poshtë. pasur, është vllai, kam shumë bërë E seksi. kam parë unë del boti me flokët e rrëzume, të rrëzume? fërku. Okej, kjo është Djem. normale, po Djem. tek pjesë që ku kam Ej. shumë shoqe që se pëlqejnë për asaj pjesë, se pëlqejnë fiks nga shikimi që bën me gonin olla. Ore, mos ka Jo, qenë unë e çik. kam për atë pjesën. Mos ka Unë e kam qenë për atë çik. pjesën. Shoqja, Byth lëvizur ky Hisoka se me është gonin. tmerrsisht. Jo, Ore, jo, byth lëvizur tamam po flasim. që lëviz bythën, Që belly përdor? dance. Dhe ku ta di unë. sigurisht që ore ai mund të jetë dominant në atë aspekt. Ashtu. Dominant në atë aspekt. Është dominant. Se doli ka durët, U bë shumë doli ka anxhet po durët. hik. O tromba. Jo, jo, po flasim për ata ne. Për ata, Jo, ne. Jam flaqës tjetër këto. Po i gjë që pash ishte shumë interesante. Shumë fansa kanë hedhur teorinë që Hisoka në fakt është i pavdekshëm. Imagjino këta që janë kështu janë pavdekshëm o vlla. Këta që janë me këtë lloj tipi. Kështu është kur i bidajrës. Mirë kalamaqat. E mendoni që ai bëri një betejë, nuk e mbaj mend me kë ka qenë një personazh dhe shkoi drejt vdekjes, diçka e tillë, po përdori nen për të ringjallur. Ka ndeshur për vdekjes? Po. Revive Po, card. me të ka kupton, ndeshur. kujton Ai ato është ndeshur me lojrat. gonin disa herë. Valle. E ka shijuar shumë atë ndeshjen me gonin, sidomos ndeshjen e parë. Mhm. Gon. Aty unë nisë duke e parë tasore çfarë po ndodh tani as. Ore, A ishte episodi që kuptova sa kam parë tek Krisi. Po, pra. Okej, referenca. Është shumë e çuditshme. Mu domethënë kur çuka kam pa, unë rinisa ta shoh edhe një herë. Paktën nga fillimi se arrita ta shifja deri në fund dhe herë nga e para, kupton se ishte era e dytë, si më thon. Po shifja sezonin e parë me shumë vëmendje. Dhe është e çuditshme vëlla, pse pikërisht gonin? Don këtu duhet të të pyes. Pse Hisoka zgjodhi si rival gonin? Sepse mund zgjidhet edhe Killua. Që e pëlqeu më shumë. Jo, Killua ishte dhe biles dhe tek Chairmani. Po. Pra kur i thret Chairmani në zyrë, i thon me kë do të ndeshësh më shumë dhe me kë jo. Dhe ky i thot dua të ndeshë me Killuan dhe me gonin jo akoma. Po. Sepse po e ruaj për më vonë të bëhet Po. i fortë. Por ama atë ekstazën, atë dëshirë më të madhe e kishte me gonin. Pse Ai sigur pa një lloj energjie të brendshme që as vet Goni nuk e dinte që do ta zhvillonte. Ndoshta mund të ketë parë këtë errësirën që mund të kishte Goni brenda shpirtit vet, që thot, "Ok, si tipi pak a shumë si te Naruto, që që ky e ka një fuqi të dhelpërës brenda, po edhe Goni pas ka diçka pra brenda që ky do ta zhvilloj dhe unë dua të përveç jo ato të brendshme." Ato do brendshme e kishte me thënë drejtën. Dgjoj, unë me mendimin tim me thënë drejtën, më shumë e shoh Hisokën që e ka shijuar te Goni pasionin që ka pas te sytë e vet. Domethënë Goni kishte shumë pasion në sy. Kishte një dëshirë për të bërë më mirë dhe për që të Kjo bëj. erdhi më vonë. Jo, kjo erdhi më vonë. Mos e ngatrojmë diçka. Jo, herën e parë që u ndesh herën e me parë. Hisokën, Patjetër.
potencialin që kishte në sy, ai deshe që t'ja shkatronte dhe ai prandaj po bënte erection, se po I thoshte me zor presë të shkatroj dëshirën që ke në sy edhe ishte sepse shpjegon të betejë që kanë tek tërnëmend. Po, ishte absolutisht. literalisht I ndezur. Absolutisht, po unë po flas, domethënë që në fillim, pra në takimin e parë, betejën e parë, përballjen e parë më saktë, Që patën të dy, po. bravo, pse pikërisht atë vlla, ai pa errësirë totale në sytë e Killuas. Po Killua nuk e fshehte. Okej, Killua e kishte sepse kishte ardhur nga një familje që ishte bërë për Assassin's, pra. kështu që nuk e Assassin's. dhe si do e ke në gen atë gjë. Mirë, ajo absolutisht, po mua kjo më bëri çuditësh, pse pikërisht këtë. Dhe Ndoshta prapë Ose- nuk arrita ose- në një konkluzion përfundimtar, ë? kjo është, o vlla, kjo ndoshta ta japun një shpjegim për këtë, sepse ti mendo kaq, Gon është rritur në një ishull dhe ka patur një fëmijëri shumë të lumtur, fëmijë shumë I fuqishëm, Patjetër. dhe vjen momenti pastaj që shkon për të bërë një hunter, futet tek provimi dhe aty përballet me Hisoka. Tani, Hisoka shikon vlerësinë dhe dëshirën e madhe që ai ka, që zakonisht e kanë të gjitha personazhet kryesorë. Shiko, ai është të dhe shona. 12 vjeç, ë? Po. Pra është adoleshent vlla. Dhe normalisht ka dëshirën, ka vullnetin, ka pasionin, të gjitha dhe ai thjesht ka ato manin, ajo çka atë realisht e elektrizon është ta shkatroj këtë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ai është aq I obsesuar Bravo, Dëshirën e Ose- brojtë. brap, Ose ndaj për tij. ballje e parë në mos gaboj, se kam kohë që nuk e kam parë si anime, mos është kur e goditi me atë grepin e peshkimit në Jo, fytyrë. si ishte e pa. Jo, ai është Nuk ka qenë Aty ishte për t'i Para, marrë jo, atë jo, ka- mendin. Jo, 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 e është në goditi fillim herën e fare. parë. Jo, për të marrë të beçin, ka Ajo qenë ka te qenë sfida e më- parë. Po. Masi te mbaj, vrapi. jo, te pjesa e vrapit është që ky takohet liçen, biles është Është e mjegullës më burr. Po, Është pra, mjegullës është- që ky te vret mjegulla, gjithë ta që po. duan ta kapin, ta Po, ishin dhe qafe. është kura pika me doktorin. Bravo, me tjetër Leorën. që, Po, aty takohen për herë të parë. Dhe në momentin që këto shkputhen është Goni që shkon e godet për herë të parë dhe aty ngel I çuditur. Si ka mundësi që më goditi dikush. Aty edhe Kam përshtypjen më shumë e la vet. Ajo e Kam përshtypjen më shumë e la vet. e bëri me sensore, ju aktivizon Shumë sensore. Çuditshëm lajnë ti bish aty është një lloj ku ta diun si ta kapësh minaton befasi. Pe. Kupton? Është është e pamundur. Jo, e kam fjalën për Po, se ai vërtet. ishte instant më vlla. Do me thënë, dua të flas për Hunter x Hunter në aspektin që si kanë bërë fuqit, se me thënë drejtën është një mënyrë nga më të mirat, sistemi I fuqisë që kanë ata nen. Në fakt, kjo është fakt, falë se po ndërpres, është fakt që sistemi nen I Hunter x Hunter është një ndër sistemet më të mirë ndërtuara në të gjithë botën e animeve. Po, është shumë e mirë ndërtuar me thënë Unë do drejtën. thoya që ka dhe realizëm. Pra, shumë. ai e ka lidhur sepse në Japoni Socialist? kanë jo, jo, në Japoni besojnë shumë te forca e shpirtit të njerëzit dhe forca psikologjike e tyre. Dhe këtë gjë ai e ka futur në pjesën e animeve, që është Hunter x Hunter përkatësisht. Po. Dhe lidhja ka qenë shumë e bukur sepse ajo anime është një nga animet që ka më shumë filozofi brenda, më shumë se Naruto, më shumë se One Piece, nuk ti Ja, morë të gjitha më dyshoj. ato. Diskutohet me thënë Ka, drejtën. Ka është mbahet një nga animet sipas më statistikave filozofike. është shumë më lart. Dhe ai ka futur shumë bukur këtë pjesën element që tregon forcën e shpirtit të njerëzit. Po, ajo është shumë, Domethënë ajo është gjëja që mund ka bërë Edhe tregon për po. rritjen e njerëzit me anë të kësaj force. Po, Që dhe- atë e ka shfrytzuar. Siç ka Dragon Balli Kin, ashtu Po. ka dhe Naruto Chakën që ti do ta zhvillosh me kalimin e kohës, edhe këto e kanë futur këtë. Kjo si është, pjesë. nëse nuk e di që mua në shumë anime nuk më pëlqen, le të themi. Jo pëlqim, po okay, më bën pak përshtypje, por jo për në gjë të veçantë. Ideja është e kjo e fuqive nga burojnë. Pra, Dragon Balli ka një sens logjik, pra, Kia është vërtet energji njerëzore, pra, në Kin përdorin Kin. Po, Është duket emërtohet Ki. Qi. Dhe pjesa e çakrës, njëjtën gjë, po më duket e ka pjesa japoneze. po e Apo jo? kapin me Nuk e di, energjinë domethënë saktë. që rrjedh rreth në Po trup. pra, domethënë është energjia jetësore dhe shpirtërore. Po. Kjo është ajo që këtu më bën sens, pavarësisht se pastaj kalojmë në kufite e imagjinatës edhe Si gjithmonë. Pikërisht Por pra. që këto e kanë, Japonia e ka vetë si kulturë, si Mhm. ide, si ideologji, por unë them që ta mbyllim me këtë Jep, për jep, pjesën e jep, parë jep. dhe pastaj të rikthehemi në pjesën e dytë. Qëndroni po se kalon. kemi shumë gjëra të bukura Kape për mat, treguar. kape mat, ka sa po Shëndroni. shifna në pjesën e dytë, Lele. Shadow Clone.
Ja ku jemi shët pjesë të dytë, na falni se po flisnin për Hisokun me thonë drejtë. Prandaj po Po, gjesh. dua thjesht ta nisim buçëm të flasim domethënë për qëllimin e Hunter x Hunter, Okej. që është thjesht Goni që do të kërkojë baban e vet, Gjinin. Si ka mundësi është gjithmonë një babai pa përgjegjës. Qa baballar është domethënë babai, ky baba Attack on Titan bë eksperiment me çunin. Ore, Ky Narutos e le aty, mirë jetim, po e la dhe mes rrugëve, Ore. mes pyllit. Na, vjeto vlla, na. A mendon- Përballu me jetën. miku im. a mendon që Gjin mund të jetë për shembull nga ata baballarët ata që këshin, sa llogarisin edhe Gokun, se bëjnë Gokun që mund të jetë një nga baballarët më të këshin në anime, edhe ky Gjini vallaj. Po, Gjini kanë është- ser. Gjini është për me zotin, keq. për zotin, Ama, e ko mund se më doli fiks në e, shteg, po ta bëj si pyetje. Kush mendon ti se është baba më i keq për shembull, Goku apo Gjini? Dhe pse? Qa thash unë e tha dhe Që herë. fiton çmimin për mungesën prindërore të Mungesën vitit. prindërore të vitit. Babai më idiot i vitit. A kemi të vitit, Po. të vitit. Të Sa shekut, vite, sa vite ka pa babai? të mileniumit, jepi. Besoj u kuptua kush është. Goku e? Gjini me Gjini. me Gjini. Edhe Goku nuk mbetet pas, me kujtoj me çik duelin e Sellit me Gohanin. Pikërisht. Që e Sell, që i fal Po vlla, mere me shfarën dhe çik djalë dal tepër. Futi i dru djalit se s'është mësu. Për që ta lesh fëmijët ashtu, ti thosh kom prioritet unë lërat e mia do ikë unë se do vazhdoj Po. aventurë. Okej. Më papshim. Le aria aty me atë Me teze, me me hallë. atë hallën E kishte si mami, e thaj. Nuk dua bile ishte edhe një episod më duket që thotë nuk kam nevojë ta gjej mami dhe i bën stop atij rekordit. Po. Që i kishte lënë Po. babi dhe thotë unë mamin e kam teze. Që Sa i Hallën, mirë që është. teknikisht. Sa i mirë që është. Ai Goni, domethënë, Çuditërisht është hall, për herë të parë në anime është halla. Zakonisht janë tezët. ndryshimi pra ne bën Hunterin ndryshimi valla. Dua të flas edhe për marrëdhënien që ka Gon me Killua, se me thënë të drejtën është prap në Anime World mund të bëhet si një dyshe aq e mirë sa lidhet edhe Goku me Vegetën ose Sasuke me Naruto. Është kjo Golden Duo gjithmonë. Golden Duo. është tamam, siç e thatë ju, këta janë shumë të kundërt me njëri tjetrin Shumë. dhe kjo është e bukur, se edhe Po. ligji fizikës dy të kundërta tërhiqen me njëri tjetrin. Vallaj. Goni aq çilimi, aq njëri i lumtur, i dashur me të gjithë, lidhet me një shok që vazhdon në aventurën, që është vrasës herë, vjen nga një familje Po. vrasësish. Pa çka sa i e thot me kalimin e kohës, nuk e thot direkte që shiko se jam vrasës, se Po. normalisht kush E vej. mban njerë veten. Takimi i parë, vlla, un jam vrasës. Si kalove mirë? Me thotë Si e valla, të vras. sa marrin provën e parë më duket, se ato takohen duke vrapu, si Te më thonë. te shkallët, Po, se po, pyesin e për thos, cili po, është qëllimi jot që po, do bëhet po, një po, domethënë Hunter x E Hunter. ndihmon edhe mosha se janë të dy 12 vjeç. Po. Okej, qa janë 12 vjeç, por edhe Togashi, autori i Hunter x Hunter, ka thënë që unë i kam krijuar të dy ata si anët e kundërta të një monedhe. Domethënë janë domethënë janë Janë komplet bashk, të kundërt. janë kundër, po janë bashk. Pikërisht, edhe kjo është për të bërë një lloj diferencë shumë të madhe midis të dyve, por prap rriten, zhvillohen, stërviten me njëri tjetrin dhe misia që kanë është shumë e fortë. Por jo ajo miqësi si banana fish. Ta diskutojmë. Nuk është miqësi ajo. Jo, Nuk është miqësi ajo. Shikoni, Është miqësi banana shoqërore. fish është po ashtu një miqësi Jo. shumë e fortë shoqërore. Jo, ata të dy nuk janë shok. Po janë. Nuk janë shok zemra. Janë. Ato janë shoqet të ngushta. Ata Ne Ai jemi ke dy pa- motra. banana fish. thirrun ta leje tash. Leje. Mos ma shajt Jam banana fish, kurioz për lutem diçka, shumë. një sekond. Rodi, Urdhëro. një sekond është ne leni ta marrim çik seriositet, mos na boni kështu. Na Seriozi, bot fare, ma. kalamoj. Seriozi. Nëse mban mend te sezoni i parë po flas prap, ka qenë në momenti kur Killua takohet me Tiatin, Okej. me krye asasinin Pa. e familjes. Dhe a e ke menduar vërtet se ai thot diçka, i thot tekstualisht pasaj gruas së vet që e lash të hikte sepse e di që në një moment ai do Do të kthehet, pra. shkatroj, Po. po, Do por do kthehet. të shkatroj ëndrrën e atit. Dhe është e njëjta gjë që i thot dhe i vllai. A e ke mendu që mund ta bëj, po flas bashku të sezonet e tjera. Edhe mundet. Unë personalisht nuk e kam menduar, e kam parë shumë se këtë pjesë, Okej. por që të thash, duke qenë se është anime filozofike, monedha është me dy krah dhe nuk i dihet domethënë. Ai ishte plotësues si Gonit, domethënë ai nuk e mendonte që do të ta lente Gonin çdo lloj situate, biles ai do të ta shoqëronte deri në momentin që ai do gjente babain e vet. Patjetër. Dhe këtu mendoj që ai nuk e kam parë deri në fund animen. Nuk e di tamam si Po e përfundon. kuptoj. Por mendoj që ai do i qëndroj besnik deri në fund, domethënë atë pa miqsinë, domethënë i ngroi zemrën që them ky do jetë shoku im dhe unë mendoj që
bashkë dëgjojmë njëri tjetrin. Si Do shoqëria, jetim, jo, është shoqëria e vërtet. shumë e Është dhe një nga pastër. mesazhet që përçohet, shoqëria është ajo që të shtym përpara. Po, pastaj Dëgjoj. shoqëria e tyre është shumë e pastër se në atë moshë nuk ka interes. Ore, përveç se s'ka interes, Killua është një nga të paktit që e ka parë me vërtet potencialin e Gonit. Po, Jo po, si që Hisoka fillim. në një mënyrë tjetër. Domethënë, në qoftë se unë mund të bëj një krahasim, mund të zbëj që Gon është një djalë i mirë nga jashtë, por në të vërtetë ai brenda është shumë i errët. Ndërkohë Killua nga jashtë është një vrasës, po kur ai Goni i thoshe ca komplimenta që je shoku im i ngushtë, skuqe i boti, ja, kupton? Po, Ka një zemër fëmia të pastër brenda ti. Në fakt, brenda. Edhe vetë, domethënë shumë teori thonë, jo teori, kjo është faktike që Hunter x Hunter ka një lloj ndryshimi të personazhe, që personazhet e mirë kanë një anë shumë të errët brenda, ndërsa Patjetër. personazhet e këqij kanë një arsye shumë të fortë se kanë vajtur në atë pikë. Kjo ndodh edhe në jetën e përditshme, kur ti shikon dikë vetëm që qesh, Po, ka për ti thua jo vlla, Ti nuk jeta e ti di nuk backstory-n është që vetëm mund duke ketë ai, qesh. po. Bone Ai ka filozofik, një vlla. backstory- Po, Ah, sa filozofik që të kam, more, ma kolege. levo, sa me bëj stani, me stani, me Mendoj tillë që të kjo bën si filozof. anime është bërë që në 98-ën. Si manga, do të Filozof? thënë që ka dalë për herë të parë në 98-ën dhe pastaj u bë anime. Se s'ka pas për atë që filozof thonë. 98-ën e? Ka pasur, Ja, bra. por ideja është që Tani do u bë. ne po trajtojmë tani, është trajtuar te këto anime që kanë filluar të dalin te ky 10 vjeçari i fundit. Kapito. Po pastaj, domethënë flasim për ato më përpara se Hunter x Hunter, domethënë ato kanë qenë shumë vite më përpara. Do doja të përmendja një gjë. Për autorin, dua shumë fare të flas për këtë autor, Togashin. Kam një lloj respekti, për mua ai është artist. Respekte, Artist në po. shumë aspekte. Ja pres. A nuk ka bërë dhe dini një anime pse? tjetër Hakusho më duket? Yu 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 Hakusho. Hakusho më duket se e ka Po. bërë i njëjti. Madje, kjo është fakt Sa bravo interesant, nga Yu Yu ky. Hakusho është një anime që ka bërë buj, po kur them buj në vitet 90, fuqishëm, Si ka mundsi, e brenda ka dhe majt, jashtë. e ka majt po prap stilin për shembull Leorio. Më Po. thon, Yu Yu Hakusho. Në kokë. Jo, Do Ideja, personazhi, po them, kostumi, Po, çdo po, po, gjë e po, ka po, po, stilin e po, po. vet. po, ajo Këtë mirë, gjë. por fansët për shembull kanë dalë një teori shumë Mhm. interesante që edhe tek Yu Yu Hakusho është kjo sistemi i fuqisë, Po, po, të energjisë. po. Dhe mendohet që Hunter x Hunter është si do bëhet bota e Yu Yu Hakushos mas shumë vitesh. Oh. Po. Që. Dhe një fakt interesant për ty, kolegi dashur. Oh, vetëm për mua. Jo për ty vlla. S'më ka kolegi. Yu Yu Hakusho thash që në vitin 90 u bë shumë i famshëm. Në. Tite Kubo, që është autori i Bleach, ka qenë adoleshent atëre dhe ka thënë tekstualisht që unë jam inspiruar nga kjo anime për të bërë një mangaka. Dhe Bleach, Bleachit? po, Mos ja fut kot. po. S'ka shanse. Se ajo e di që unë Po. Bleachin e kam shumë Jo, ky preferuar. është Bleachin e kam shumë Bravo. preferuar. do të thënë nuk do kishim këtë pikturë, Po. tu që ta dini, kapet që ka sapo. Bravo, nuk do kishim këtë, do kishim një tjetër nga Bleachi, po e lam se Do me thënë, i pari është One Piece, i dyti është Bleachi, pastaj vjen një që quhet Naruto, quhet ajo si quhet ajo. e më Gjë me shuash. Mos i hap këto Ju are- luftë. Një me cavia, Jo, një nga cavia Nuk të është luftë që do ta You're hapësh. not Sanji worthy do to thoje. say. E ka pash emrin Sanji. Për do von. E ka pas emrin e Sanji. I ka re. Fix nga One Piece. Largo. Largo. Për na tregoti neve. Dhe në fakt, unë do të thoja shikoje Yu Yu Hakushon sepse ka tmerrsisht shumë Kush nuk e ka ngjashmëri pa, me Bleach. realisht e sugjerojmë. Është Tmerrsisht Është shumë edhe shoh, live po, action, edhe mos se harrëm kam këtë. po e kanë bërë live action. Është shumë Është shumë live vërtet. action këtë. Se kam pa me thonë drejtë. Dhe i gjet bukur. Sa që ka gjithë surprizë. Dhe lene që rradha të flasin. Jo, të lutem, të lutem. Të lutem se dua shumë. Patjetër. A e di se më ka shmartuar Togashi autori? S'na ka fundasëm, s'kemi si ta dim. Vallai. Të erdhi gjë shkres ty do një ftesë? Jo. Se mos më ka ardhur. Asmë. As me buf, as me post, as me fax. Po të paktën me një plumb apo s'kena dhe shumë plumë. Me na ato bidonat e detit që jemi në det. Me autorën e Sailor Moon. Ja respekt. Lale, ky pas ka marrë gjithë marra. Bravo. Po pres tash i dali vetëm që kanë qenë vëllezër binjak me odën, po që ata prindën. Kaq ka Nuk do ta marrin vesh kurrë këtë. Kishim odën e ka çun xhaje, kaq ka ngel. Pas kanë qenë një fis i madh. Farfisi. Bo. Vazhdoni të lutem flisni ju se po më pëlqejnë këto Jo. teoritë Tutasi. konspirative. E si radhën prapë. Kush Jo. është momenti Mhm. më i trisht për ty tek Hunter x Hunter? Janë disa. Po mirë, të mi themi listo dhe një- më thuj top. Me radhë. Po. atëherë. Mi bëj bashkë, mi paketon qese dhe mi jep. Kalum nga arku i parë, po shkem në arkun e fundit. Ku të dush ti? Vdekja e Kajtit ose Kites.
kajt. Na falni për këtë që i bëm spoiler, po ju tashmë e dini që ne Jo, kush e shikon këtë episod, Jemi automatikisht pa- është spoiler Nuk valla. mund të Nuk ketë kemi spoiler, çfarë Ani bëjmë. me kam mbaruar me kokë, kështu që ka në një që se ka pa alla. Pikërisht. Shikojeni. shikoni dhe pastaj kujtoni që do të shikoni edhe këtë podcast. Mirë. Do ta nxjerrim që në fillim aty, do shikohet më vonë. Okej. Realisht ka qenë shumë e trisht. Por ajo që mua më ka rënë tamam mas kohë që realisht jam prekur, ka qenë vdekja e dy kundërshtarëve të një loje tip shahu, që ishte Shumë mbreti ahim, shumë atyre dhe ajo Meruemi. goca Meruemi me atë gocën me G, ka emrin nuk e mbaj. Nuk e mbaj më ta suna të gocën, po Ai ishte vdekje realisht e trisht. ore përveç si vdekje, do me thënë një Por- ending i një të keqi e mrekullueshëm. Arriti të transformoj ligësin Po. në një mirësi vetëm nëpërmjet Dhe një loje. e Vetëm bota ajo më avash ka avash, përmjet kjo është një ajo që loje. mua më ka pëlqyer aty. Ajo e bën Po. avash avash. Po, nuk e ka bërë thjesht nuk e përpjekje. vret se kjo është e vetmja Që që. e mund mund se. të- Bravo, Sepse vetëm pra. rrifte çdo lojë mas lojë, Po, lojë mas lojë. Pikërisht pra, nuk dhe e është vron. ajo, Po. prit herë se ky më duhet, se ky ma bën jetën Po, surprizë mu. Po, edhe vdekja Dhe kam aty një e qëllim. trisht që domethënë shuan dhe kalon në një botë drimi të themi. Jep, Ishte shumë e bukur si ending, po ju skuat fikste një nga villenat e mi të preferuar, Ai, Meruem për mua është një villen demoniak shumë fantastik valla. Si villen boti Okej. është si kombinimi i Sellit me Frizën, po e pe. Për zotin ka një kombinim të dyve. Ka të drejtë, ka shumë të Ka një drejtë. kombinim ja, të ja, fuqishëm. drejtë, Pres ja. vetëm ato veshët, s'kan qenë. E, kështu, vetëm veshët i ka ato pas veshët ndryshe, të ka kështu llap, si Eneli. Po ai si villen Shtë është. çike edhe atë të solo leveling. Beru. Po. Oh. Edhe po, solo ke të ne drejtë, kombinon, ke shumë ka të një drejtë. Kjo kombinim. është, kjo ka dhënë, më fal se do ndërprerja, Vazhdo, do ta lej vazhdo, praktикën se vazhdo. vazhdo. Kjo ka dhënë shumë inspirim besoj te solo leveling. Po, mundet, po. Sepse me ato milingonat, një Po. mbretëresha që do të lindi. Po ja Kingu kishte për më të vjedhur, fortin. duket si e vjedhur e hanga. Më hatër. duhet Në çik fakt, sade jo, si jo, e Sade e vjedhur. vjedhur. Në fakt ju a them unë, kur e Ha. kemi bërë solo leveling, e kisha këtë si fakt që autori është inspiruar nga arku i Kimeras End Arc të Hunter. X Hunter. Po, ajo është fiks Është valla. inspiruar, Ndërsa ka thënë unë do që jam them inspiruar një nga gjë ajo. tjetër, që mua më vjen shumë keq kur shoh që njerëzit debatojnë, shahen me njëri tjetrin për cila anime është më e bukur se tjetra. Patjetër. Por ata nuk dinin një gjë, të gjithë autorët e mëdhenj bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Patjetër më. Dhe të debatosh e të shahesh me njëri tjetrin sepse shiko kjo është anime e mirë, po unë ta hedh poshtë mendimin tënd. Jo. Pse kur ata të gjithë po bashkëpunojnë të bashkëpunoj Kishimoto me Odan, tash ti të shahesh me njëri tjetrin. Ata po duan të përçojnë mesazhe, gjëra të bukura me njëri tjetrin dhe ti fillon e zihesh për këtë mua nuk e di, nuk arrit ta perceptoj unë personalisht, nuk e di për ju. Jo, njëta S'më gjë, duket. është shumë problem. Bashkëpunoj, frymëzohen nga njëri tjetri, e kanë dalë nëpër media përveç Oda, sepse Oda nuk para del me fytyrë, Po. edhe ka thënë unë mund të jem frymëzim për dikë, ama unë kam si shembull Akirën, kam shembull X-in, kam këtë. Po. Nuk, është cikli i tillë që dikush do frymëzohet nga dikush tjetër. Një lloj se me futbollin më kur. Allah, na kapi në tela se ne të dy ofendohemi vlla im, po Shiko, është e ne vërtet s'kemi që Oda me asnjë gjë Naruton, personale. si e ka i Narutos? Kishimoto. Kishimoto me Odën kanë bërë collaboration shumë shpesh. Shumë shpesh, i kanë shumë. bërë respekt njëri tjetrit Super vazhdimisht. respekt. Edhe Oda me Toriyamën. Po. Të mos harrojmë një treshe që klasike, ë. dubluesja që bën Lufin bën edhe Krulinin. Dhe në një episod, Krulin t'i bie telefonit dhe fillon intra e One Piece-it. Po, Më hapur se kaq? jo, jo, nuk. Se kisha parë këtë, se kisha parë këtë. Po, bie Zilja. Jo, su se Po, dia. Po, Po, ndodh. po. Sa Del intra e One ja Piece. respekt. Ja, do ta shohim tani, është do ta Krulini shohim. Jo, jo, nuk e vem dot se kemi copyright, jo, jo. Është Naruto te Dragon Balli, E keni poshtë ke Ja, lingu. ja. Se është Naruto te Dragon Balli, është vetëm One Naruto Piece. Dragon Ball. Serat e Dragon Ballit janë akoma, nuk e di më ta shpejmë si të sheh. Për sa kohë. Zoro Ja, ja, shko. e ke Zoro Zoronin, shko. Ky gyllafe ke veshi. Zorro. Zoro edhe te Hunteri është. Po. Zoro është kudo. Zorro është në kado, ndoshta prandaj dhe e ka bërë Kado? Oda që të lidhet në të gjitha universitet e botës së animeve. Edhe kur po vija Del çfarë Zoro. makinë për këtu pash njërin që ishte me shpatë. Zoro, Si flokët ashtu dukesh. Pyti për drejtim po asu se shikoni shpatën e Zoro. Susujnë e keni aty. Shpata. Dy tjera i ka mund të shtëpia, kështu që pa merak. Na bëjmë collaboration. Ore, valla. po. Po thoshëm Po fal flisa për villenin një nga të preferumit, se i preferumi imi para s'do Flamingo me thënë drejtën, po ky është i dyti. Okej. Një shprehje që më ka ngel ka qenë në momentin që ky ishte për të pushtuar domethënë qytetin dhe më pas botën, edhe janë dy goca të vogla që qajnë. Edhe i thon këtij të lutem mos na vrit. Edhe ky i shef edhe qesh. Oh, ajo me Qesh edhe i thot, ore thot,
Mendojeni thot pak me këtë mendjen tuaj. Po të ishin 2 lop, e t'ju thoshin juve mos më vrisni. Ti nuk ju s'kishit për t'ju interesuar për ato lop. Do të njëjta gjë si po ma bëni mua ju tha. Edhe ishte një farë goditjeje. Edhe unë që po e shikoj as po plak. Ajo ishte pa mëshirshme Wow. si batut. Ishte një batute fantastike. Si një plak. milingon që të pyesin. Një milingon na vajti na u bëm i forti, po ata milingonat e tjera sa po mbezdisnin tek ajarg, që po merrnin fuqi, kur morën fuqinë e nenit milingonat, o sa pa aty thash unë, hapën krafas. Ndonjëherë vetëm nga më ta ketë marrë idenë ai për ta bërë këtë si art. Milingonave? Po. Milingona Se ka- kokë shkëmb. Bravo, se do e thosha. Çuna të punu me gazën. Një farë i saktë. Sepse autori e ka marrë këtë si ide pasi pa një dokumentar për milingonat dhe insektet, të cilat janë duke u zhvilluar aq shumë me një inteligjencë shumë të lartë. Për ne ka magajnë Milingonat, gjithë se si zotëri. hyn, anega ka zyra mua ne se kam futen. Do të pustojnë vlla. Vlla. Kujdes. I Pikërisht. ka ballë se më mdelë joni nga mrapa kështu me kaçavita për Kafka. Çfarë skene ka qenë ajo? Mos ma kujto atë, mos ma kujto atë Manga sa ajo është makabritet. dramatike. Hap Kafkën, ky tipi tu pa gjithë lezet pa e një fare atë. Shumë ishte ajo. Ajo Tu e duke smontu, punuar. Me indikator. Dr. House. Pa Por- ishte komplet që të mësonin për fuqinë e nën dhe aty pastaj Mirë, fillonin aty. që ta kuptonin, që të fillonin ta fitonin, stërviteshin dhe ta përforconin akoma më shumë. Unë mbaj mend që i pari që mori fuqinë e nen ishte njëri që e hëngri dikë që kishte nenin dhe i doli nen. Që ishte ai, ishte njoni një bezdisur, një si lepurush ai këmbë lepurushi, o bo, që e vret babai Killuas. Jo, Gjini. si ishte ai. Jo, Ja. Jo, si ishte ai, ishte i tjetër ky. Se fiksoj. Babai i Killuas vret atë panterën, bosa, edhe ai më i bezdisur akoma. Kanë morë gjithë kafshët e mundshme. O, tamam, o mo Kopshë zoologjik, bezdisur. Për zotin. Plas i kafshë tu, plas e luftën. Jepi mi. Për zotin e. Ajo ka qenë makabritet. Mu kjo skena erë sidomos kjo me Kafkën, thash çfarë drejshin. po. Çfarë Sepse mirë kjo, drejshin. pa ai ishte duke punuar, ai ishte i gjallë, ajo thjesht lëvizta ato dhe ai vetëm fliste, ishte kështu. Të lutem. Duke fal, duke thënë gjëra, Ta thrasim pa duke bërë një kamerën. leksion aty. Animet nuk janë për fëmijë, jo kjo pjesë. Janë shumë pjesë që nuk janë për po. këtë. Jo, e gjithë Hunter x Hunter nuk është për Jo, jo, fëmijë. sezoni i parë është mirë. Po, okay. Është fillon Jo, Pashku, po do thoja pashku deri te ajo pjesa e gonit. Jam kurios. Anime ti shikon japonisht apo i shikon anglisht? Atë, Të unë duhet japonisht normalisht jam i kulturuar, gjuhën nuk e mësojmë dot. Tjetër. Kemë bërë përpjekje, Konnichiwa? tre lafe, konnichiwa fellow otakos di vetëm. Që më ka ngel si shprehje e i video që kam pas bërë dikur. Po. Unë kam i gjë, komedit që kanë perversitet të kontrolluar i shoh në anglisht, sepse zërat komik janë më të bukur në anglisht. Dhe pak a shumë është vetëm njëri e bën këtë zërin e këtij djalit. Po ai godet në mënyrë të frikshme, domethënë ti je në ditën tënde më të zezë, vetëm ta shohësh një episod aty, vetëm qesh. Po të them, si këto rastet për shembull që isha duke parë Hunter x Hunter, Okej. Hunter. Në 2 të natës di që kam qenë duke parë. Televizori, volumit e 30-a. Po zhvilloi lufta midis Gonit edhe Hisokës. Fix. Tash në mes të natës të dëgjoj komshiu jo që dëgohet një gë. Apo Mirë se komshiu, emër shqiptare e drejtë. Komshiu, po babi që thjesht hap derën. Çfarë shef më? Ka ardhur goni ke Jo, unë aty kom ngel kështu, nuk e di. Ore, Hisokat e animacioni i vjetër ishte shumë herë më i frikshëm se te Iriu o plak. Sepse versioni i parë ka qenë shumë dark. Ishte shumë i frikshëm Hisoka po ta shikoje te e para. Kishte fytyrën të keqe fare. E ka ndryshuar, ka I kishte edhe përshtatur. flokët Shiko, ka marrë dhe referencë nga Jokeri total, jo. Po, ai Ai është si është- Joker. Psychopath. Po, është tip Jokeri. Gjithi Dhe femrat e kanë qef. Ma logjiko. Ma logjiko. Du të të pyes ty, Rod, se kemi bërë disa herë bisedë bashkë dhe për këtë pjesën e influencës që kanë animet në shoqëri. Kemi bërë disa herë bisedë bashkë. Jam kurioz, mendimin tatë. Pse zakonisht po e lejmë tek femrat pra. Ha. Kryesisht me që hapet e ha. femrat. Orientohen më shumë, pra mund të pëlqejë më shumë këtë lloj tipi. Pra po të marr 2 stereotipe. Po marr Hisokën edhe ku ta diun Gonin në tip.
s'po flasim për moshë. Sipas mendimit tad, vlla, jam kurioz. Mirë, opinioni është i lirë, mendimi është i lirë, kështu që do pyes edhe kolegen pastaj për të ditur akoma më shumë specifikisht pse. Zakonisht femrat pa bërë dallime kështu, pa sulmuar, i shkojnë një personaliteti që është pak tip bad guy, po edhe që ka një karakter luhatës, edhe mendoj që kjo i bën më të rrejtë, se sa një person që është pak më childish, ato e shohin si version të pjekur këtë tipin, edhe është pak bipolariteti që kanë këto tipat. Besoj unë, mund të jem dhe gabim. Se është i kontrast, domethënë ma kundërshton tip asaj si femër, dhe ju si femra, të gjitha ju femrat, na kundërshtoni po doni, nuk ma ndjen të kjo pjesë, jam shumë radikal. Nuk ma ndjen fare zemra. Që të sohu, ja, jam shumë radikal. Se me çfarë duhet të merrem. Është diçka vlla. Orientimi që mua nuk më pëlqen zakonisht tek shumica e femrave. Sepse kjo lloj gjëje, po flas karakteri i Hisokos. Ta marrim pak më të zgjeruar, bipolar vlla. Me tendenca psikopatie, pra dhunë e shfrenuar dhe e pa kontrolluar, emocione nga 0, 100 brenda një luhatje e frikshme, domethënë, një kliku gishtash. Pra, ty si femër, për shembull, çfarë do të pëlqen te ky person? Jo, ta jap dhe unë një opinion pra se ta jap Patjetër. Opinionin që mund t'jap unë është që mbase tërhiqen nga aspekti konfidencial. Ai është shumë konfident, sepse ai e di fuqinë e vet, është misterioz, është konfident, trupi i liçenit, ka shikimin, që unë po ma shpif duke thënë këtë gjë, po jam, a kupton? Shikimin të. Jo, po, di çfarë s'më pëlqen mua, jam shumë dakord me gjitha këto që ti. Flokët roz? Patjetër. Sidomos flokët roz. Është tatuazhe. Ideja e rebelit është absolutisht kjo. Edhe femrat duan të eksperiencojnë një diçka ndryshe. Jam shumë dakord, po shiko se është kontrasti shumë i bukur, sepse ti po flasim për moshat e reja, të 20-tat. Po. Orientohen tek tipi i Hisokos dhe kur kalojnë në të 30-tat, kalojnë tek tipi i Gonit. Ky është paradoksi i femrës valla. Sepse arrin një kolaps që ti thjesht aminaf me këtë jetën e shfrenuar. Fjalën tani dhe ti shpirtin e lirë. Po, thjesht janë shpirti i lirë, pastaj për mendimin tim kjo ishte një temë që nuk ishte fare nevojë që të Jo, pse se në tash të tham. Pa sulmuar, nuk sulmoj mas. Për të gjithave tani. Arsyeja që do jap unë. Unë flas një herë te kjo për mendimin tim personal. Patjetër. Dhe dizajni i tij është shumë i bukur. Dizajni që ka Hisoka është shumë i bukur. Pastaj, për pjesën e tipit, këtu do hyjë çikana psikologjike e femrës. Të them dhe Goni nuk kur rritet pastaj. Të lutem ta përfundoj, të lutem ta përfundoj. Ideja është që vajzat në moshë të re kanë këtë mendimin se mund ta ndryshojnë. Nga kjo është për mua idiotlëku më i madh, ka sapo kape me kapitale këtë. Pikërisht dal tek ajo që the ti, që tek të 20-tat kanë fiksim një mashkull si Hisoka dhe pastaj tek të 30-tat shkojnë tek një djalë si Gon. Arsyeja është sepse janë lodhur, janë zhgënjur, janë mashtruar, janë duan dikë që të kenë më shumë besim te vajza, lloj mashkulli që duhet shkojnë. Shiko, ky lloj derri nuk zbutet. Dakor? Ne jemi meshkuj, dakord? Pa e pranojmë këtë gjë. Se ndryshojmë. Jemi, po, është natyra. Mund të Ju lutem, se po jap një mesazh që vërtet e kam shumë tash, domethënë të rëndësishëm, e kam realisht e them me gjithë shpirtin. Kujdesni me vërtet se çfarë zgjidhni për të shoqëruar. Shikojeni vlerat, mos shikoni thjesht atë pamjen e bukur, trupin e bukur, se trupin e bë edhe 60 vjeç. Mund të thoja kënaqësinë e momentit. Patjetër. Pas kënaqësisë së momentit. Jo, se ndoshta mund ta kesh sheh për një moment patjetër, mendja të vjenjë. Unë do thoja edhe këtë. Por keni kujdes. Është një detaj tjetër që e shpjegon po pra psikologjia që vajzat shkojnë zakonisht te këto bad guys sepse i nxjerr atë anën e tyre që e mbajnë të frustruar brenda vajzat, sepse janë gjithkohës me këtë idenë që duhet sillemi mirë, duhet jemi të sjellshme, duhet jemi të urtë, sa këto lloj meshkujsh. Unë personalisht do thoja këtë gjë. Nxjerrin nga kjo lloj kornize që është mbytëse. Ja, se ndoshta po dalim e fundit që them. Te ky është gabimi që nuk është e nevojshme që të gjetë një mashkull që ka këto lloj karakteri për dalë nga ky kompleksitet që ka. ka. Po, nga kjo kornizë fort që kemi.
mund të gjetë një shoqëri e mirë, mund të gjetë një partner që realisht ndoshta mund të jetë si Goni, por nëse mund të të bëjë një pyetje. të merr në aventura në gjëra që ti në fund ditës je sigurt, je respektuar, je mbrojtur. Okej. Nëse do vendosje në peshore karakterin e Gonit apo Liorio? Edhe kjo. Sepse flasim të dy që janë të pjekur, janë human mbi të gjitha, njëri ndoshta s'ka ato fuqitë që mund të ketë Goni dhe nuk e zhvillon nenin fare, por ka si synim niset nga fatkeqësia që i ka ndodhur. Ai ka mjekësinë. Dhe mjekësia është një mision shumë i shenjtë. Po, sepse llogarisim që mjekësia ka prioritet dhe do kohën e vet të caktuar. Ai e nisi me një qëllim që të shërojë gjithë njerëzit për nga fatkeqësia që i ka ndodhur. Po ai ka edhe tjetër mënyrë të fuqi e nenit, se dalin dhe një pyetje që dua të të bëj vëlla. Cilën aspekt të nenit do doja ta kishte ti si fuqi? Do me thënë enhancer, manipulator, në qofse i mban mend. Atëre Conjurer. Conjurer. Krijo çdo lloj objekti që ti do. Çdo objekti ajo është. Edhe Ajo është. Njëra atulla nuk shkon në dyqan, s'ka nevojë për lekë. Lek, vamo, portofol. Opa. Po kemi harruar pa folur për një personazh. Sa do e thosh edhe unë. Do e thosh Për delikatin ton, për delikatin ton? për Biondellën. Kura. Si kuqi Sharingani vlla. Jason Jail. E bëni kështu për kështu ju po, që shaj, si bëhet ai në sezon të fundit? E lidhi me Conjuring që thash unë më duket. Të them troc, nuk ja vlete me pa 5 sezone për domethënë që të shikoj atë transformim të atij personazhi. Ore, del Phantom Tribe, që janë ata që pra mirë. është lidhet, mund ta lidhi me Akatsukin, që domethënë është edhe këtu një grup, që është i keq. Ajo është fiks si historia e Sazukas. Po pra, lidhet shumë me historinë e Fiks historia e Sazukës. Sytë kuq. Ja shkatrojnë familjen. Ka vën lente që të kamuflohet. Vendos lente për syt. Referenca nga Naruto këtu, nga kjo gjë që s'e shqip tot të temën. Del boti se nuk ishte, domethënë ishte i fortë në fillim, po s'dukesh në ai gjë. Po më ato shkopat aty. E kupton ky që familjen e ka shkatruar, stërvitet me një burr që ishte si tip kriminali, ma sa mbaj mend unë. E diti që në manga ka shumë teoria që ai mund të ishte babi i Gonit? Ai që është stërvit, po. Po, mendohet që mund të ishte babi i Gonit. Dhe ka shumë teori që po përplasen me njëra tjetër. Shumica thonë që ishte. Dalin pjesë thonë jo, po pse duhet të ishte ai, se ai supozohet që ishte në këtë ishullin kontinentin tjetër. Ka shumë përplasje. Dhe tjetër është dhe i përplasje tjetër. Kurapika mendohet që është vajzë. Po, është nisur si dëgjuar dhe unë këtë. Po, që e fshe veten. Edhe voice po ta dëgjosh, po ta kthesh në anglisht, sa do ta thosha, atë sa do të thoja. Po ta kthesh në anglisht është ka nuanca shumë femërore. Pra çka se ne mësuar se voice over që bëjnë këto Naruto është femër, Goku është femër. Po, në herë jam më maskullor këto sa ato që po dëgjoj. Dubluzët e personazheve. Baby calm down. Po thash pa për voice over, ato që bëjnë voice over. Nuk kemi asnjë kundërshtim, janë të lirë të gjithë të bëjnë ç'të duan. Mori fuqinë e zinxhirëve, e lidhi me zemrën e vet, domethënë. Tash e lidhi me zinxhirat, hangër mori në atë. Literalisht po, domethënë shkon, lufton më të fortin e një nga më të fortët që ishte te Phantom Tribe. Qa skene ishte se mua më dalin dhe ca meme që ai thot unë do të vras ty dhe në fund del ky që thjesht e varros me lopat. Ua, sa e bukur ishte nga knaq. Skena e Ghost Rider. Bravo, aty. E ishte e bukur sepse Kurapika kishte bërë një kontratë mos gaboj. Po, me zemrën e vet që unë do ta përdor këtë fuqi vetëm ndaj këtyre dhe asnjë tjetri. Në rast se unë e përdor atë ishte ditë. Ishte ligji i dytë i nen. Në momentin që ti do të fitosh një fuqi shumë më të madhe ose diçka që të jetë vetëm e jotja, atëherë ti do e marrësh këtë fuqi por duke pasur një pasojë nga mbrapa. Dhe kushti që kishte vendosur ishte që këtë fuqi të Chainsaw Jail do ta përdorte vetëm kundrejt këtyre Spider Tribe. Dhe nuk do ta përdorte me askën tjetër. Në rast se ai do ta përdorte për dikë tjetër, atëherë shigjeta që ai kishte në zemër do ta vriste në vend. Në vriste. Domethënë ajo është shumë filozofike, është prapë shumë e goditur si gjë. Nuk para ka ndodhur në anime të tjera që kjo shfaqet kjo. Do të pyes tash se më erdhi një pyetje në mendje. Po të kishe licencën e Huntersave. Çfarë ishte gjëja e parë që do bëje? Për çfarë do ta shfrytëzoje atë licencë? Përveç se për të shkuar në Hollandë, dim se ku vazhdojmë. I re pikës vlla. Jo, ti ma dhe përgjigje, unë s'kam të përgjigje. Ne tjetër. Sa do bëje pas asaj? Blej PlayStation.
Tre blende ta Do shije. mega PlayStation Tre valla. blende ta shije. Fillojmë gradualisht se fillojmë E festat dhe nisim buçu. Dhurat çunave direkt. Shkoje te Arena 54 o bër, direkt. Po t'ishte në kështu ti në botë reale? Te era Ama e ka 51. 50. 51, aty afër ishte. Alla. Për një gërm. zona 69. Tre bunker më tutje. Atë doja shkoja edhe unë të drejtën. Po çe do më të Ja. shifshe po prapë Ore, budallën që do një i shifshe sekond, për ditë. Një sekond, ore ju nuk keni Terezi olla. Pse? Po s'kena fol fare për Killuan apo jeni Terezi. Po mi më prit se ka Si më nuk kohë. folëm, po folëm, Po fole për Killuan, s'kena fol fare. Fare s'kena fol. A ka nevojë të flitet për personazhe të tilla? Ai flet vet. Veprat e tij flet. flasin vet. Sa Shiko. bukur flet. Jo, unë te Njerë flas, Okej, po flas. bënë mirë që nxorë te Killua se do doja për shembull të të pyesja për atë vajzën që është Roje. Motrë. Jo motrën. Për rojen atë Zezak. Rojen, atë vajzën aty. Jam kurioz të ty tash. Kur e pen fillim, Po. ti mendon se ajo ka një ndjej vllazërie për Killuan, ndjej dashurie, apo është thjesht ajo obey the master? Cilën mendon? Interesante. Ajo e shikonte domethënë këtë si Ose vlla. thjesht dhe si Big Bro, ndoshta se Pikërisht, po thonë që e shikonte si vlla. A me vërtet nuk e pranonte Gonin dhe grupin që të shkonin ta shpëtonin sepse kishte detyra në radhë të parë që normalisht kishte shku për i pozicion pune, Patjetër. do t'i bindesh deri në fund. Po e pa që Goni dhe këto insistuan dhe aty thash, okay, kjo do ketë një change of heart direkte. Ja, ajo pritet, ajo s'kem pritej. Edhe ndodhi që kështu, derisa e plagosi mamaja e Killuas direkte. me çajra i Një golden goditja ball rezelat. Ishte i gjo e verdh. Ore I që ra sa me një mama topet e, verdh, nga të direkt. ra mama cyborg aty olla. Cyborg më. Si e plankton, si gruaja e Sa planktonit. do e thosha? Sa do e thosha Lale? Çdo aty ajo. Sa do Ka aty? gatru film motre. Ça do aty largu? Unë do thëj gjë tjetër. Ha. Te pjesa e syve, nuk i gja Benderit e Futurama. Po. Po ç'do aty? Zorro shkon në Po, çdo po, anë. po, po, Kanë po, po. kanë mësuar nga më i miri. Kam vajt, kam bot zero dhe kjo tash. O vlla, po në Sëngelën, më fal, për çfarë kisha ato fashët e jam kurioz. Se babai i Killuas ishte një far trupi. Ishte i far BDB. Çi ka bër babai mamas? E ka bërë robot o vlla, imagjino çfarë ka bë, kupton? Tu bë eksperiment. Ça familje ore. Shko vllai i modh rreth vllajin e vogël me kamzhik. Ore leje ça familje ore. Sa fantastik. Gjyshi i ty. Po, Te gjyshi e mirë aty mbaj, vetëm gjyshi, vetëm gjyshi. Ideja, do më thënë, një farë familje që ishte mbotërisht e ditur që këta nuk kruhesh dot me këta. Kishin një ishull jo ishull, po vend të tërë. të Mal më vetin. mal. Mal. Edhe në qoftë se thoshte këta do vrasin dikë. Ishte i kishin vrarë. vdekur, Po, ishte i ai vdekur, ujku. s'kishte Që- shanse. Ai ujku që ishte te dera ajo që ishte. Fillojmë që te 3 roja, që roja kishte gjëra të fuqia, sa është i rrobat babu, Hajde, e kupton? gjyshi. O ma ki pushti. Hajde Ma ki gjyshi. pushur. Ka bos serviti si mjeshtër roshi. A pra, si duaj, jam të vëllai, plesh opa. në anë me janë, si e i zogu që ke ti ke bluza aty. Ky është mjeshtër i veçantë. Ja, keqen, qa bëhet. Ishin, madje mund të them që mbase i vetmi që nuk vdiq. Që këta e sulmuan nga që na i Krolo. Ai kryesori i Phantom Tribe, se nuk besoj. Ai ishte super i fortë, super i fortë, Ishte super ngjarje me. Edhe del kur apika ja hiq fuqit. Po. Edhe në momentin që keq. shko Hisoka, unë jam gati të të luftoj vlla. Unë nuk kam nen. Oh, më daj, mos më bur. Sa i pa fat mund t'jesh. Unë prisja momentin që të luftoja me ty ti të pafëshi. Mikën e Isokës. Të rjetën time që pres. O, zoti, mos. Qa ndodhi? Po, kur U apika. lëndua. Edhe unë me aq spoiler sa kam nga manga, tani arku që do vi do jetë më shumë për Kurapikën edhe fisin e tij. Se pritet akoma një sezon i ri? Ua, po s'ka mbaru fare. Po, manga Është vazhdon. dhënë njoftim për Okej. sezonin e ri që do dalit të Hunter x Hunter, kështu që qëndroni fort. Kjo më duket është bërë dhe loj. Nuk e di. Hunter x Hunter ka qenë një lojë që ishte Jump Force, po i përfshitet të gjitha këto anime. Atëre, se më dole, më ke dalë si me porësi. Je gati koleg? Po, patjetër. Atëre, nuk është se kemi për të bërë gjë tash, domethënë, por përgatituni se do ketë live ku do luhen lojra bashkë me të ftumit tan, që kanë ardhur dhe do na vinë, po ndoshta edhe në dy budallive. Together, vlla, forever. Në 40 vjeçarëve Po, që kena ne ngel plesht. Do bëjmë live duke luajtur dhe duke ju kthyer dhe përgjigje ju për çdo lloj pyetje që do keni. Gjatë kohës që luajmë,
Unë do jem ajo. Patjetër, Mau do na asistoj që Mau vetëm Unë do FIFA. ju lexoj Po. pyetjet. Vetëm FIFA ishte vetë. Ishte 6 të lutem. Për çfarë lloj pyetje, biles na shkruani se mund të jeni edhe ju pjesë saj. Do bëjmë një si tip competition i të vogël. Do ketë surpriza shumë bukura, kështu që na vazhdonit, na arrini. Ta ndryshojmë çik podcastin. Patjetër. Pritet se më pyetët shumë. Patjetër. Dua t'ju pyes gjithë secili nga ju tani. Oh, Inshallah. haj. Cilin keni arkon më të preferuar? Mësu se tani sun? Patjetër. Të preferuarën me thënë drejtën kam ato të fundit me milingonat se ti ja di emrin e Kimera saktë Antark. Antark. për dy arsye. Meruemi edhe ndeshja që bëri me Isakun. Wow. Çfarë ndeshje i vetmi që mund të ishte gjallë ishte Meruemi se kush mund ai ka fuqinë e Ashiramës o vlla. Zyrë të budën boti ore. 1 milion durë. Budën, imagjino u stërvit me vite me radhë vetëm për të bërë një grusht. Çfarë po flasim? E ma është si te ky te Jujutsu Kaisen apo? Kush? Ky tipi që gjudhe me grushta, si e ka pas ky është në orë. Po o vlla, e kuptoj çfarë po thua, po jo. Mirë, po Ore, flas ai ka ideja. nejt në një vend statik, dimër ver Mirë vjesht, se e di e kom papu, po edhe të bënte tek grusht. Referencë. Edhe arriti ta bënte atë milisekond, aq shpejt. Po. Edhe je doli me Ruemit edhe u bë Buda botit dhe vetëm e kapte me shpulla. Po me Ruemi na që është shumë fantastik. Ne. Gati e vrau, po e shpëtuan ata qyrsat e vet brez. Brema. Do kishte vdekur dhe me Ruemi, do kishte vdekur. Mau është Tanja. Same, por unë e kam më shumë tek personazhet. Okej. E kam tek ndryshimi që pati Meruem. Meruemi, okej. Si ndryshoi nga i pa shpirt, pa emocione, u bë një njeri që kuptoj çfarë ishte dashuria. Po. Domethënë gjithë zhvillimi, madje do thoya edhe transformimi që pati gon. Prandaj dal tek ajo që thash që personazhet e mirë dalin që kanë një anë të errët dhe personazhet e këqij kanë një arsye shumë të fortë. Pra, Për dhe mua janë, kjo është e mira dhe e është një keqe. ndër mesazhet më të mëdha edhe më të bukura dhe ai si arke tregon Sepse ishte në Sheta. vetvete si ark, ai kishte përfshirë shumë emocione brenda. shumë. Ndryshone domethënë që nga pozitiviteti kishte edhe komike. Po. Kishte edhe komike ku që ishte njëri nga këto gjyshi që unë luftojmë atë Cheetën, që këtu ka një referencë nga Naruto miku im. Po, është e vërtetë. Shikamaru kundër Temarit dhe ky sa përdor do të ta smokën për dal komplet anash derisa i kapi këmbën dhe fitoi. Kryu hall. është Vetë që ka marrë tregu budall dhe dhatëreqet. Për tac. Për tac. Për tac. Gjithë njerëzit e zgjuar janë të tillë. Jo, edhe unë jam me ty te Kimera, domethënë që më pëlqen shumë si ark. Edhe arku para Kimeras më pëlqen shumë, por speciali realisht që më ka pëlqyer është sezoni i parë. Pse do thosh? Sepse duke pas sezonin e parë i prisje se çfarë mund të ndodhte. Kishte shumë gjona që, okay, edhe më kanë dalë jashtë parashikimit se u hapërda, që mua që kur u fute loja, fillon pastaj milingona, domethënë u hapërda shumë. Arku i parë më pëlqeu sepse aty u kupton shumë gjona për Killua. Arku i parë për mua, kushdo që do ta shofi tani si është shumë i rëndësishëm. Do t'i tregoni shumë kujdes dhe vëmendje. Nëse doni ta shqitin ta kuptoni plotësisht. Tregohet për Killua, tregohet shumë pak ndoshta për Gonin, por fillojnë ato tregojnë spicat që e gjitha para. aty gjatë kryesor. Spicat e para, dalin spicat e para të tyre gjërave grandioze. Pastaj për skena që më pëlqen më shumë është kur ndeshën duhet t'i kapin topin Killua dhe ky Goni Çermenit. Që janë shumë e kput. Po. Janë Shumë kom qesh aty, jo me lot. Ajo ishte gallat. Kishte epike. Pastaj ishte edhe te këto te Ai arku ngjan parë prap fiksi kishte 5 si vite. mjesht të roshë mu. Ai ka tipik Është fiks. mjesht të roshë, Gjithë mimikën plesh pak a çdo shumë ato gjë. karakter Jo, ka, thjesht se t'ia më drejtosh zonë, mjekrën, ai është mjesht të roshë. Ore, animet vdesin për pleqt. Se për zotin pleqt në çdo animet që është e madhe janë më të fortë, ta kupton? Po në fakt White Birdie, Mjesë unë Roshi. do ta lidhja pak me kulturën japoneze. Në fakt është Japonia, mosha më e madhe është mosha e treta që mbi zotëron. Dhe ata Hajde nisemi. respektohen jashtëzakonisht Erdhi dita. shumë. Respektohen aq shumë sa që edhe në sjellje, edhe në fjalë, në mënyrë, domethënë ti nëse je më i vogël se dikush në moshë do ta respektosh atë në maksimum. Edhe kjo është arsye sepse e konsiderojnë më të zgjuar, më të ditur, më me eksperiencë dhe prandaj e kanë atë Ndërkohë rëndësi. gjyshi Jo si këtu se në Shqipëri. qef hiç gëzo pensionin aty, këta e kanë kokën e vet gjithë. Ore, qa mendon që është fuqia që ka Xhin, do me thënë babai i Gonit? Se ai do me thënë
Hunteri më i mirë ndonjëherë, ka ikur në Dark Continent, që Dark Continent Ai sikur iku që bëri ai qok edhe u kthy. Nuk bën ai xhiro ore. Ai kishte hakin, me shumë gjaza kishte ne hakin nga One Piece. Madje doli herë që mori vesh për gonin, ishte në një flutur që po e ngiste. Thasun çfarë po ndodh valla? Flutur apo dragua? Ishte i dragua. Ka qenë dragua. Thasun ore po ky guash. Flutura, dragoj. Aty afër. U bë kështu. Ato flutrat që shkoshin te gjaku, edhe dragoj. Ai viti te gishte, ai duke shkuar. Edhe Hunteri e ka world build shumë të bukur, ha. Si One Piece, Dark Continent është E ka të formuar me si lojë. Shumë të formuar bukur e ka. Me rujna i gjovlla për pjesën e tretë, se vërtet kena lojra dhe. Unë dua tani. Pa e mora vesh, do tani ta marrëm. Ne dua suspekt. Okej, bëjmë një pauzë shumë shkurtër, edhe kthehena pastaj me episodin me këtë pjesën e tretë shumë fuqishëm. Shihemi pastaj. Shadow Clone. U rikthem në pjesën e fundit. Por dua ta nis me një pyetje për të gjithë. Ajër bismillah. Nëse ne do ekzistonte në botën reale që jemi ne, si mendoni se do kishte influencë për mirë apo për keq? Për keq. Nuk jemi ne për këto lloj gjëra. Për keq. Ne nuk kemi për këto lloj gjëra as më motër. Njerëzore është sa më shumë të ketë, aq më shumë kërkon. Si jemi ne ju. Ti llogaritë pak që tani me ti kush ka armët bërthamore bë ligjin, bë si e do vet. Sasi më të madhe të armëve bërthamore. Si jemi ne për gjëra këto. Imagjino të kesh një fuqi mbi natyrore. Është një lloj si Supermani, valla. Kush komandon Supermanin? Kujt i bindet më saktë Supermani, kujt ligji ai bën është zot. Se besoj dhe përdornin për mirën e jo. Ja, ka them unë, gjëja parë, nen. Ja ku jemi këtu tani për të bërë unboxing nen. Një aura. Influencer. Me qërallafi, më duket, nuk e di saktësisht, po me aq informacione sa mund të kem parë, aura si kjo meme që doli tani këtë vit vitin e kaluar, aura që ky ka aura, ka dal nga Hunteri. Ja. Aura ka dal nga Hunteri vlla. Atëre, aura si term ka dal me janë aura polare, janë dritat e veriut që quhen. Po, është një lloj energjia edhe ajo. Ore energjia janë dritat, ai termi aura ka dal nga ato. Pastaj që e kanë përdor për këtë. Pastaj përdori Goku për aurën, që ndryshon aureola. Ne ka boka stile. Janë, do të nuk ka shanse, s'ma merr mendja të ketë lind nga Hunteri. Por djema, më falni se po dalim pak nga ndoshta nga tema. S'kena fol për gjë shumë të rëndësishme valla. Dakord? Më duket kemi harruar një pjesëtar familje. Ma transmetoj mesazh. Patjetër. S'kemi fol një për motrën e Killwas. Dakord, dhe për atë islandin e bukur, Great Island. Zgjidheni vetë si doni ti listoni. Jo, mos shko te motra. Mos shko te motra. Shkem te Great Island. Mirë, pastaj do vemi di unë do vemi. Vem nga motra pastaj. E kam unë pastaj, vazhdoni për moshën. Kujdes Jo, moshën. bëni grindin ju. Moshën. Mosha, kujdes. E kemi këtu poshtë. Ka sapo? Commentation. Jepi. Do me thënë, kush, ore, qa fuqie ka ajo bu që krijon një lojë që është një botë brenda kaq reale, fiksi Jumanji. Në referencë, ja ku. Jumanji komplet. Shko aty, duhet të mblidh 99 karta, më duket që të dilnin. Kishin librin. Digimoni. Kishin librin. Referencë Digimonit komplet. Digimon ose Pokemon, ha? Jo, Digimoni ka qenë me këto kartët. Yu-Gi-Oh! Bakugan. Që kishte edhe kartën, kishte edhe këto që ti vendosje sipër. Edhe këtu kishte këtë pjesën e kartave. Okej, lidhje. Bakugan. Më kujtu fëminia. Perla to Bakugan. Vazhdoj ta kem në shtëpi atë dragojnë e kuq. Ja respekt. Ato më kujtu, më fal, do ta them këtë se e di që të gjithë çka kanë pa kukulla dikur, edhe kujtojnë këtë. Brumbulli i kuq. Po. Karikim 3 herë. Pa pjestes. Ka pasur të bukur intro ajo. Kaputoborgu, super intro. Super intro vallaj. Edhe ishte çik si too much, a kupton se ata po thonë, "Oh, do vdes tani, po hajt nesër." Është dramë gjallë, si telenovela indiane. Nesër. Okej, thjesht e përmenda për çep. Nostalgji. Nostalgji. Aty më duket fillon ajo pjesa e milingonave e quaj unë. Aty lidhet domethënë. Aty lidhet e milingonave. Por lidhet nga fundi. Nga fundi Pasi i fare. plotësojnë të gjitha këto letra tjerë që duhet fitojnë atë luftën me atë që ishte me bomba, që ai kishte pot projekte të shpërtheje. Ajo ishte luftë e bukur me gonin. Ishte luftë e bukur. Ai ishte luftë që një herë e poqi si njeri.
Bravo. Domethënë ishte i- Për kësaj dua të them që Goni kishte shumë strategji në luftë. Po, Shumë strategji. kishte edhe një Shiko, ai mësues ishte aty. si- Kishte edhe mësues. Po. Ai ishte si Broli që mësonte Biskota. duke luftu. Po. Jo vlla, jo, E, Goni ja, s'ka qenë po, ashtu. mi- Goni kishte strategji vlla. Goni Jo, ai mendonte kur kishte frikë. Po pra, Po, Te pa ai momenti që ndërtonte kishte te frikë. momenti që ishte edhe në betejë. po pra këtë po them, pra. e krijonte strategjinë aty. A dalin të ajo që tha Arlini. Broli që- është full rage. Po Jo. mirë, o vlla, po themi Është stik, full ai rage. mëson duke luftu. Po pra, mëson duke luftuar, edhe gonët bën atë Është gjë. fast learner. Jo, vlla. nuk po më kuptoni çfarë po them. Broli është full rage. Po, po, Thjesht po. acarimi I tij e bën demoniak. Po. Goni, duke luftuar, e kuptonte se ç'a bënte ai tjetri dhe ja gjente strategjinë olla. E kuptonte se si e rafi ai Hisokën, që e goditi me grush që mori ato 24. Nuk e rafi, po se goditi. Thjesht e goditi. E po, strategjinë që bëri pa. Pak fare. Ore do të ishte stratega. Ai ishte nga frika. Ore, po frik do kesh gjithmonë. Goni e kishte frikë. Po Me Goni Blanc kishte se- frikë, se- ishte Mori manjaka ai Benzën. tjetri. Pikërisht pra. Ja shikonte pra panicën. Gon. Era të drejtë. Çfarë po ndodh? Në Sakilu ai ishte shumë, domethënë, shumë Ishte, dark thjesht side ishte. nxirta ai. Ore, po teknika që përdor te Killuar Për për të të marrë shkuar zemrën. zemrën. Dhe buka thoshte, unë jam amator, se baba Po. im Fantastik. Bën edhe pa gjak. Pik Jo. gjak. Po. Po që ishte pripet se Killa ishte amator, po 6 vjet që ishte te kati 200 atje, ë? Po. Se harrum edhe këtë ta përmendim. Patjetër. U stërvitën për nën. Po, me atë ja harroj emrin aty që më stërviti me nen, që ishte Ka me të fenershë. syzaj. Ka të fenersh. Ren. Çka ke me Mësoj- nella? Çka ke me Jo, nella? jo, kur ishim të kulla i mësoj Ren. Pastaj nën e mësuan përmes biskets. Nenën e katët kushtetues Shqipërisë. Jo. Mund të të korrigjoj pak. Juridiku. Ai Ai jo, është jo. juridiku ku Të mësoi korrigjoj nenën. pak. Neni është aura që e kanë të gjithë. Reni është një nga fazat që zhvillohet. Ishte te me neni. fazë. Po Unë neni di që nuk ka gjithmonë. qenë- Neni është aura. Ka pas emërtim tjetër, ndoshta e shqiptoi unë gabim, po ai ka mësuar diçka tjetër atyre para se ti mësonte nën. Ai mësoi që të kontrollonte nenin, se ata e kishin nenin, po se kontrollonin, Neni e është aura nxirrin, pra që e kanë ato. nxirrin kështu Aura si ishte me lëmsh. emrin nën. Ore, pa e mbani mend atë që përdorin ata ush. Bosh, Ai ishte ishte gallata ajo, ishte gallata. Not Ishte ai try djali I this vogël at aty, home. hungry Not too. try. Do i marrin Po e për tregoj budallik. që ishte I fortë. Ishte I fortë, Shumë. boti, ishte I fortë. Shumë Ishte I me fortë. vërtet I fortë. Pastaj Ha. aty kishte një referencë për çfarë do ndodhte më vonë. Mi mirë. Për pjesën e Gonit te arku I Kimerës. Në momentin që po stërviste atë, nëse e mani mend, I thyet gota. Po, Tregoj që Goni pas ka pas një fuqi akoma më të madhe dhe të errët brenda. po. Kriset e xhamit nuk ka shenjë Shiko, mirë. ai e shfaq atë sepse ai trëm dhe vllajën e këtij të Killuas. Po. Që I thy dorën. Po. Ai Po duke pra, komandon, ore, ai ishte nuk shumë I keq boti o burr. Ishte shumë I këndshëm kështu, po nga brenda ishte shumë I errët ai. Ore, Kur kjo bëhesh është serioz. grafika mua nuk më ka pëlqyer me thon Kur- troç, po flas Kur transformohet. grafika. Jo, halli kur transformohet, kur Grafika. transformohet boj se Ja, se do aty flasë do për e këtë po pres, Dilja, edhe unë këtë po pres, ta këtë ajo pjesë. do e ishte. Dilja. Hë. Do pres për Që momentin kur ai bën njësoj si Kurapika që bën atë marrëveshjen me Po. rregullin e dytë të nenit, atë njëjtën gjë bën edhe Gun për tu hakmarr ndaj Kajt. Për tu hakmarr për tën, Po. se nga trova. me Matë, pitou e ka ai. Pito, po. Nefertari Nefer pito I Pito. gjë. Nefer Diçka Pito, e tillë, por transformimi që ai pati. Mi mirë. Ore, bre. domethënë Ai ishte- vendosi në një botën- kusht prapë me vetën e vet siç bëri Kurapika. Jo, vuri jetën ai vuri Po jetën. pra, kushti ishte jeta, Ai po. vuri All in, jetën. all in. vlla. Ore tha gjithë fuqinë që mund të m'japi tha, tani e dua. Të gjithë Aty ai ishte fuqinë që all unë in. do fitoja gjatë gjithë jetës time, me Po. gjithë stërvitet që unë mund të bëja, Ishte- ma jep tani në këtë moment ishte dhe më merr frikshme. jetën. Ajo realisht ka qenë. Po ta zem butshëm. Ore, tani, e zem butshëm, a kupton? Ai del I shkon në Pitou në momentin që ajo po shpëtonte atë që ishte Vajzën e verbër. vazën e verbër se do thoja qore. Ti do thaft goja. I pa edukat. Mënyra ndryshimi absolut që bëri aty Goni. Po. Ishte kaq I Hipna. prer, ishte kaq I frikshëm, lëshonte nenin e zi që se kishte bërë më përpara. Edhe vet Meruem, edhe vet ai Isak, si e kishte ai. Jo, Isak. edhe Killu apo dhe Isaku ai Isaku gjyshi. apo si- Isak e ka ai. e Ishte di. gjyshi. Ata të dy e pan direkt. Edhe ai tha e ke brenda vlla, na lër e had ne, a kupton, ne po Avash, ikim. avashti, avashti. Po. Na lër. Avash me këto termat, i avash. Jo, Çfarë po, vlet ta çaj më? Ç'ke brenda mo? E mo kishe matë. Edhe Killu fitet fare me ata, thotore ç'ne jo, ky. në fakt, po të mos ishte për Killuan, Gun do ishte transformuar që në Po, atë me moment. shumë shans po. Kush mi? Po të mos Po, ishte mos për ishte për Killuan, Gun do Killua ishte arriti transformuar Gun në mëj.
Gon. Gun bëhet lumë çfarë. Tash gun tash nga na doli ky personazh se ma Jo. se ma shavën tash kur drishin që ka guni. Gun është gjë tjetër në anglisht. Po, S'keq kuptohemi. Po të mos ishte për killan për Po 2-3 flasim në shqip, momente. mbajmë në shqip. Gon do ishte bër Po. në atë transformim që në momentin e parë që është përballë me E, atë. ai gjasmë është i mirë dhe i tha që ore nuk më intereson fare jeta e asaj. Po. Hajde tani tha se e vrava atë, po lëvizje një gjë, kupton, po lëvizje një dorë. Ajo ju des të Po thyte në lëvizin e dorën. dorë, do jem 5 sniper atje dhe unë Thyvi dorën që ti thoshte ore të lutem o vlla. Ma le ta shpëtoj këtë. E shpëtoj. Më fal, se po ndoshta mbarove? Jo, Vazhdo. më fal vlla. Jo. Shkojnë ta shikoj Katin, si e ka ai. kite. Kite, Siç e thonë kite. këto japonisht. Edhe thotë i rriten që- flokët. Po. I dalin flokët qiellorshe. Thot ajo që ai ka vdekur, tha nuk shpëtohet, nuk. Çdo anime Aty. ka të përfshirë dhe flokët. Ka vdesin për flokat. A? Ka një qeros. Ky i kishte kështu nga lart, Si i ja. shkonin kështu. Vetëm One Punch Hanzo. Man. Vetëm One Hanzo. Punch Man, o zemre, One Punch super. Man, vetëm ai na kupton neve që ai qerosa. Nuk ne si audim këto halle, po çfarë pamje mori boti edhe Shef. sa lehtë e Rafi. Rafi shumë lehtë. Ore, mirë Ishte kjo. skelm, Ore, i mirë grush. kjo, Ishte po si e Vegeta, mban- ultra ego, zemra vetëm ka Po. për bjerë. Ore, mirë kjo, po mos harroni detajin që në moment që ajo ishte duke përpjekur të mbronte veten i pret Crown. Po. Dhe ai Sepse është duke ajo rraf kishte me Crown ajo që kishte i një preu. gjë që forca e saj të vepronte, ajo Po. duhet të ishte statike pa lëvizur. Po. Kështu e kishte fuqinë e asaj infermiere që nxirrte kjo. Po. Dhe ai se lete këtë gjë, dhe E mbyt. do të thonë Ka me bjerë. ishte nga ato që thyn ato teorinë, nuk goditet kundërshtari ajo se Killua erdhi në duke atë karikuar. moment dhe ajo çka pa nga. Ajo s'ka pa më gjë, ajo. Ajo Ai ishte vjen blackout aty, Nothing vetëm is gjuaj. Killua tha Aman, më fal, po të kam shajt na herë. Të lutem më kurse. Përveç. Jam vrasës. Zoti autor, të lutem bëj një fund më të lutem. Zoti autor më fal që kam qenë i keq. Dua të dalte një teori që ma kujtohat me këtë fundin, thonë që Togashi ka planifikuar 3 funde për këtë si anime. Kështu, Dhe mendohet shkurtra apo që njëra vero, prej kështu tyre dimër. është shumë dark. Goni tako mamin. Kujt i the mamit ti? Hallës i the mamit ti, as ta tregon mamit. Pa buk një muj. Po të leka tezja, qaro tezja. Një gallat që ka Hunteri është që fuqitë që kanë ata ose mjetet që përdorin janë lot. Po. Goni ka një për peshqit. Ajo që te Gre peshkimi. peshkimi, ajo te ata ai si e kanë ata Triumph, që janë ata milingonat. Po. Njëra ka një fshes me korrent. Po. Që i Po thith ti mos helmin shko aty. te aty, ti shko te Kajt, ai ka atë ciklon. Kajti ka atë që rrotullohet. që ka atë me Çifte numër li- që numri Sa që i fuqi pa bie, lidhje, numri sa që i fuqi- bie nxjerr Se armën. Leorio me tek biçak që do i bëj apo do. E kupton Leorio. Do ja shtuj lesht. Që është ma do valizën që Kirurgji gjithkohë. estetike. Po, pra. Atë të operon Na vllai. rrit ciklesh të mjekës o Leorio se na janë bo, Jo, na kjo rrit është- kjo mjekra. është i lot që ka. Se harruat ato me lull. Bravo, ai ka lullla të madhe. Si Smoker i One Rudhë Piece. lene. Smoker i One Piece. Po, e vërtet, e vërtet. E, pra. Më fal, a nuk të duket ai Leorio si miksimi, ku ta di unë, prit, s'po vjen Lupenit, vlla, me Pamja e parë mua ato përshtypje më ka lënë. Lupen direkte, komplet, komplet. Lupeni me këtë detektivin Conan. Një lloj, një miksim, janë një jo farë në pamje. inteligjencë, Jo inteligjencë. por aparenca. Se është një gjë e bukur. Nuk e di nëse ju ka rastis, por ka një film Lupin Detective Conan bashkë. Po. Po këtë e dim, Janë Kemi thënë po të kemi bë episodin e Lupin. Lupenit me Neritanin. Thjesht fantastike si film. Perl, Nuk e di, lale. më të përzihesh super detektiv me super hajdut. Po prisja vetëm inspektorin Gadget aty. Vetëm ai të bëj collaboration dhe të ishte perfekt. Ku je? O bom Gadget. Ku je? Ja, ishte e bukur. Ja, ka qenë perl. Ajo ka qenë film perl. Kush se ka pa, ja sugjeroj, nuk e maj mend titullin, po e gjeta do ta keni poshtë. Në YouTube e di unë që janë të dy filmat. Jo, po ideja që t'ja se maj mend titullin. Detektiv Conan dhe Lupin bashkë, kështu shkruaj. A shu kërkojeni, siç e thot kolegu i dashur. Një karakter tjetër që qëndron i veçantë është ai Ilumi, vllai i Killuas. Killuas. Ai e kishte pushtuar botën, e kishte manipulu. Po mjafton të ishte pina ndryshon dhe robin. Po. Çe ishte apo? Ku e ke pa një herë këtë? Po, më fol Kishte ajo për një ftyrë. transformim, domethënë kështu nata me Ha, ditën. të pëlqeu ka Ma shumë. zhimbuja ha? kur i pa buk. Tha se. Jo, e Buja dikush kur i më pa pëlqeu mu që ka ato dhe transformim është ai Akatsuki te Naruto, që kishte ato marionetat. A që doli ai bukuroshi Pa pas. tjetër, flok kushi. Sasori po. Sasori pra i Sasori. garë. Jo, po, Ai si kishte emrin? ai ishte. Po, si e kishte emrin Sasori në të vërtetë? Sasori?
Emri marionetës. Kishte emër tjetër marionetës që përdorte. Ti nuk mban mend për Naruto. Asu se më për ne pyes. Jo, marioneta s'ka pas tjetër. Po, ka emër. pas një lloj emër tjetër ajo, nuk ka pas se Sasorin. Jo, jo. Po, Jo, e jo. përdorni Sasori, por siç ki përdorte edhe pritët e vet ai për marioneta, kishin emrin e tyre, edhe ky ishte personazh. Pa tjetër, pra, po ai një kishte emër babain dhe nënën e vet. Po pra, po Sasori. kishte Sasori në vetvete fillimisht kur shfaqet është marioneta ajo. Po pra, po kishte Kazekage në tret. Po kishte. Babai ishte Kazekage e tretë i Sasorit. Nuk ishte. Ai jo, nuk ishte babai, domethënë po ishte Kazekage. Ka sa po nëse ja di emrin kësaj marionetës, si quhet ndryshe, Na bën një Z. Na bën një Z. Na iluminoni. Nëse nuk e di, Hunter x Hunter. Hunter x Shumë Hunter. referenca ka ai. Ilumi një vlla toksik, një tmerr i vërtetë. Ilumi vllai që është ai për atë. Ilumi ai për vllain që ka. Ai mori Lumi. Po se si mund t'i them unë Illuminati. Ai është përfshim. është, nuk e di, është. Një pjesë që qëndron është në momentin që thotë Hisoka do të vras Killon. Po, ta vrasun Killon për ty, dhe ai thjesht rage. Ajo ishte perl. Ja respekt. Rage. Aty ja Ai respekt. është për mua, ai nisi gjithë lojën. Ai nisi gjithë Ata e fillon sepse ato fliqin kështu me Nga radio, pra? Po, direkte. është vërtet. U thash në fillim kur pash radion, te Hisoka thash, po ky është një Hunter dhe thjesht po bë. Jo, po mendoj tall që me ishte nga nere këto me çunat. testusët. Po pra, Mendoj që Hunter këto- ideja Po. do në tester. Nuk e di, Thash po ky është po tall me nere me këta dhe ç'është bukur. Po. Po Kur e kam pa? që tek ajo që the ti, momenti që i thot Hisoka ta vrasun Killon, Po. është pasi kanë hedhur Killon bashkë me motrën, domethënë në makinë, i hedhin nga shkëmbi, Po. nga rruga, motra që po shkoshin Killwas. të shpëtonin Gun. Po. Gonin. Gon, po e them. Jo, Po, unë është mbaj mend se që më ka qenë bukur. ka qenë në moment tjetër. Se ata që janë nga Gon. jugu, E, ndryshon Gun e që- kanë për gjë tjetër. Ne. Guna është gjë falni, tjetër. na Le, falni. si, ore, prandaj dhe unë e pëlqeva familjen e Zeldok që e kanë ata që thoni ju pse e pëlqen. Këtë shas përveç atij bolit, këtë shas tjetër. Vetëm ai boli Butler. ishte i Edhe bezdisur. nënën. Butler ishin. Po nëna ishte thjesht e vuajtur nga babai, se babai ishte çiksi shumë i keq. Si shumë Çaftyre kishte si ujk, olla, ujk. Po. E di Fytyr kam ujk. kujtoj Po. se më e mend Si vampir. Ti e ke pa për shumë Ini të Ocean. mangën e Demon Slayer, kështu thon fal, të kësaj solo leveling. Se kam pa. E ke pati manga Solo Leveling? Është vetëm manga në jetë që kam pa. Oh, po mos ka bëu fancy Solo. Është vetëm Nëse pas ka një karakter aty. Po. A babai ma. Jo babai, është një tjetër, janë ky, më duket i bishave. Ai e me mirë, flokët, Nuk e di si e ka ai. Ai me është flokët e nivelit gjatë. S. Po. E Po di. jo, është del më vonë, nuk ka dalë tash, po Nuk ka që- dalë tani. Jo, është Ah, monarki, okay. Na bishave, nuk falni, e di na çfarë. falni. Na falni. Gun. Okej. Spoilers. Okej. O, Do zemra. flasim dhe për motrën vëlla dhe ta mbyllim me Atje motrën. atje po shkoja, që Okej, familja. shkote motra se të pres rrugës. Familja pra, do me thënë, nuk e shandot me gjyshin se shandot. Para gjyshit ka qenë ai i boti që ishte te Dark Continent, Zig më duket e ka pas emrin ai, që ishte ai flok ngritur i kështu, ai thoshin që ishte Gjithë sigur i kanë kryer flokët me dinamit Tmerr i fortë. Ke babain super mega lux, ke vllain toksik, ke atë Vllai bolin tjetër. që e futën në teknologji atë, Hajde, hajde. s'kem çaj bëjmë, na E, doli ishte i tepër zyrtë. kë. Ke i cyborg aty maman që nuk po pyes asgjë. Se Që bëj si- qark shkurtër. Si që ka bërë kjo familje kështu, po nejse. Kemi Qark i filluar, shkurtër lale. edhe kemi motrën, që ishte më e fuqishmja. Po, E, ishte ishte një një farë farë- nga dhoma. Po si mund dalë ajo nga dhoma molla? Ajo ishte Ajo mund shkat, ajo mund nga bëte një kaos. nga shpirtrat më të Po, këqij. sepse ishte edhe bipolar. Kjo tregon që kishte dy vetë bipolar, që kishte dy Kemi vetëm në personalitete. Drasamangut kanë dhe këto. Po. Keni edhe ju femra Drasamangut, mos ta bëni kot. Ajo ishte e pushtuar nga një shpirt i keq legjendar. Ku e diti që në meshkujt si jemi të pushtuar nga shumë shpirtra të këqij? Jo, ta dim unë e ne. ndjej nga njerëz që jam i pushtuar vëlla, me thon drejtën. Je i pushtuar. Jam i pushtuar nga Shadow Clone Podcast. Ja, Oh yeah. Nxjerrë këtu vëlla, Shadow Clone. Tap të Në poshtë. episodin e parë kishit Dandadanin, doni të thrasim A, grupin le, e ekzorcizmit. Të lutem, të lutem. Të lutem sille. Apo Elita 5. Apo, Sa e frikshëm bëhesh ajo kur bëhesh si demon që i dini sytë e zinj, goja e zezë. Si solo leveling, ka marrë referencë dhe këtë solo leveling që ka bëha të buzëqeshen. Thua po se Po po. Ja. Jo, po solo është leveling, pak ja ka sigur. marr Ja solo. ka marrë solo, marrë ha, solo, deri, po, se solo. është bë më e vonshme. Po, Po po. pra është bërë më Po. vonë. Megjithatë, presim po. solo të na nxjerrë Çdo sezon. anime ka referenca nga. Patjetër. E vetmja- Po këtu janë kopit sakta, ë? Domethënë Po. unë Bashkëpunojnë me njëri tjetrin.
Jo, nuk besoj. Nuk është bashkëpunim, Nuk besoj është- se ajo do kishte rënë, domethënë do ishte bërë diçka. Autorët Është në njëri kopje tjetrin sade, marrin ide dhe ja lejojnë këtë gjë një Kjo tjetër. është, unë do dal pa nga tema sepse ta bëj lidhje domethënë te kjo që tha Arlini. Okej. Është autori që ka bërë mangën e Windbreak, është Po. një manga me bicikleta. Patjetër. Ai për shembull ka marrë shumë referenca nga manga, nga anime të tjera, sa që para ca muajsh ja kanë ndërprer me ligj vazhdimin e mangës. Për këtë arsye. Imagjino- Paska te pru. E, Paska te pas pru. ka morë shumë bicikleta. Imagjino çdo ndodhte me Gintamën. Gintama është Sa sade. nismor ti. Sade, po E mbas ja kanë leju, ja kanë leju, ja kanë leju. Ja Ta kanë edhe për leju. gallat. Qa s'ka? Po ideja është që unë e kisha shumë qejf dhe vazhdoj ta kem shumë qejf atë se manga dhe më vjen keq për këtë arsye o ndërprer. Është fantastike, realisht është shumë e bukur. Pastaj kthehemi te kjo, tek Hunter x Hunter. Neve folëm për motrën, por unë për ty kam një test shumë special. Thashë do të thash do Nuk të kam- çutë motor nga sot e tutje. Mashallah. O, motër. Nuk e personi më mirë për test. Kemi Ai test mater. shumë bukur. Dakor, do shfaqen te ky monitor i bukur këtu. Jo, ani. Këtu? Olimpi është këtej vlla. Oli, djema. Te ky monitor i Oli O çfarë është televizori te. që ke Do Jam të- mulla, jam. Plazmat. Do Je të i pari që ta bëjmë këtë loja, je shumë special Për për ne. zotin. prandaj. Po na bë Episodi sefta. 3. Po. S2. Së dy, më thanë së dyshin. Okej. Jam. Dhe Do loja gjesh, do është, gjesh. dhe loja është Do gjesh. gjej personazhin nëpërmjet emojive. Gjyra. Mirë. Avash avash. 106, po t'ishte numri Fillojmë me të parën, që 106. është më e lehtë. Si do e nisësh? Kush është personazhi? Buçum. Boçëm fare, e po. E nisim Buçën. Nuk po ta them siç e shqipton ti, unë do ta them siç e ka. Gon. Gon. Okej. Dhe- Goni Qomilit. E saktë. Goni. Keshte e thjeshtë, Ah, e si ma ka, bëjmë po, që po, pas po, pas. po, Bëjmë Pra, shumë. prandaj fiton një e buzëqeshje, nisim vlla. Buçën. Jemi. Kalojmë Ti ma te dhe e pushishe dyta. sa erdha. Hajde. dyta. Tu tash Ta, çka kush kena. është? Grushtë, kilo. Rush të thatë. Kush është? Jepi. Kilo pra thashon. Kilo? Po. Po ja që kilo. Po, kilo. E, O shënë e kishte vënd si Me jep dritë, e po, foto më të bukur se kjo. Jo, fix kjo foto duhet. Okej, Ato na okej. kurisht kishe nxjerr. Shpresoj. Jo, ama vetëm hisokat lutem jo. Jo. E do ta bëjmë me blurry. Vazhdojmë te Dal nga diçka dera. më Mishë si me transmetim vështirë. live. Jepi. Kush është? Kjo është më sade e thjeshtë. Jokeri, hisoka. Joker, po mos ishte von Jokerin. Si qa shikimi ka, kjo është tërheqëse. Kjo, Është kjo. rejca im o vlla, ai është tonë. Mos më shiko më, Ka vlla. sa po veç që ka të këngën. Shikimin të Po më shikon mua më duket o vlla. Me ty e Është të pa mu, largohu vlla, E, largohu drejt- foton. Ka Aty ka zogu. zë. Largoj Ka foton zogu. urgjent. Tjetra. Jepim. Lek doktorë. Leoria. Leori, E, vërtet, Lupeni, ore, e. Lupeni. Fix Besoj, Lupeni. besoj ajo valigjet E. e tradhtoi. Ja, Ato syze se ju ku kujtohet te testet Aha. që tha unë me vërtet do të humbas ato kohën që ishte aty, ama a win is a win. Dhe ishte sfida që a jam në të vërtet femër unë e botë. A e perl. Pranoj ta humbas, e di që do fitoj. Bap. Po. Jo, jam respekt. Unë jam respekt. A win is a win. tha. Unë jam respekt. Jo, aty jo 10 orë, po 3 ditë kisha humbur. Le të humbas. A mund ta kontrolloj tamam që je femër? Nuk humbiti kurrë. Ai ishte win-win, A vlla, win is a ishte win. win-win. Kalojmë te radhës. Okej. O xhaxha. Ta herë. Gjyshi modi Isako. Isaku. Isako e ka emrin? Unë se di pse më duket Me emrat jam shumë keq, që ta dish. A mirë se. Jepi. Chairmani. A pa ky që ka Isaku se tash po i ngatrojsha. Isak mos E falë, e kishte atë topin që luajton me sfidën këtë, e kishte te emoji. Topi I ka poshtë, se ka kap. Se ka kap pa foto. Për çfarë po flasim? Për çfarë po flasim? Për atë topin që Jo, luaj. ai kishin për tjetër, Për një të madh. Vazhdojmë. Për një topo. Jo. Sa vdekje pas ka pasur bë. Ça thumë vlla, kush që ka prish te mo, kanari? Është peshore, keni futur horoskopin? Po. Shenjë Është ajo muzika tani që bëhesh të dielën kur zgjohesh në mëngjes. Atë e kena bë për mashallah atë synin, kupton? Po, Për çut keq. morim sysh. Po, aty e kemi Bluetooth connected. Lexoka dhe libra. Okej, po. Mendoj që është ai i keqi tek valizhës s'e kuptoj, po me libër unë vetëm një di që e përdor librin deri tash. Ha. Ai i keqi i këtyre
grupet. Duket si njëri që po shko për punë dhe ka harruar spotin nes. Po dale më ti tani ta thot ai se mos apo sa ngatro, ha. Si e ka Shikoj mirë imazhet vlla. Po pra shikoj mirë imazhet. Qyri mirë, ke një syçkë. Ke tek Fenerç. hotspot. Ke hotspotin, ke një peshore, ke një libër, ke një valizhe pune Ju dhe e ke një shikoni kafë. si hotspot atë. Kërkoj Jo, nuk e ndjes, shikoj si hotspot, kërkojmë unë di shumë se po ndjes po e në rast se thash. Nuk e gjejmë këtë. Ha, Nuk e nuk e gjen ta? Ora mund s'më vjen A më mo jepi shkrep Po, për atë si sa se vjen ma tu, bëre kancer, tregoja sa i ku ka thash. kërë qitro. Këtë jam rap. Kura Kura pika. pika mo vlla, është Kura zinxhir pika. kjo. Është zinxhir. Po qofsa ai është zinxhir. Po ta thosha unë që Ai zinxhir. është Madonna. Kush ishte ky? Ata thuaj me korb. Vazhdojmë. Na ka ngel mo? Kemi edhe një. O, e mi kishte shumë e thjesht. Po të mos Mbreti. kishte vonat milingonën. Mbreti më. Edhe Dragoj e trahtoi direkt. Shife mo qa është ky mo. Ky vlla. është friza lele. Friza me sellin, pra. Friza, sell, Shartu me edhe chikenel, se ka beru. të llapat e Edhe vetshme. Beru. Po, kapi cikenelin këtu. E me emra jam keq, po Friza. kështu i Meruemi është super mega villën, unë jap respekt. Është. Edhe ky me vërtet, kur luftovi me Isakun, i tha, ore, hajde ulem, i tha, flasim tamam, Po. si ta bëjmë botën më të mirë. Si Se rob, unë po e pra. shikoj, tha që një pjesë e njerëzve kanë gjithë të mirat, edhe shumica janë të vujt për të ngrënë bukë. Patjetër. Unë mund ta bëj barazim, tha. Po, sigurisht që njeriu s'ka shans ta lejoj një milingon të bizotroj, kështu që. Patjetër. U bo me një ftyrë demoniake ai dhe tha do vdesësh me mua. E, ishte fundi i lumtur. Po nuk vzi se erdhi ai Pilivesa, mos sa vdekje ka pasur të Pilivesën unë. Kemo? Mama? Jo, kjo ishte e fundit. I Okej. gjeta? I gjete, Unë përveç një hume, Terapikas. Një hume. Po me shtyrin Ishte për syrin e keq pra. A, pra. pra, Tjetër pra. Kisha harruar spotin nes, mbaroi oferta. Okej. Ne besoj se kena gjë tjetër. Koleg ti ke diçka vëlla? Ë? Unë të kam ty. Edhe unë të kam Ah. ty. Po ama unë s'kam vetëm ty vlla. Ha, kë ke Unë kam tjetër? edhe shumë tjerë. Hajer. Kom këtë amasti qartë, vllajshë. E kem edhe unë ata e kam. Po jo, se kena vetëm në të tre tash. Të lutem, Edhe ti ma më stiçartin? ai Bobi aty. është dhurata më e bukur që më kam bërë ndonjëherë. U tregua shumë njëri fantastik, kështu që unë e falenderoj Aurelin. Patjetër. Të gjitha, sepse mori iniciativën nga ato personat e pakët që më shkruajti, e vlerësoj shumë kontentin tënd dhe pëlqej shumë kontentin tënd dhe dua të të bëj një dhuratë nga ana ime. Unë së bashku me mikun tim i bëm dhe një video për këtë hudin, që u transmetua episodin e parë, Po. mos gaboj. Po, po. Kam dhe një video tjetër që po e përgatis dhe së shpejti besoj do dali dhe ajo. Që është jetë fantastike, s'kam pikën Ka e të bëjë dyshim. me asë One dyshim. Piece-in. Sigurisht. Se gjithmonë me Of One course. E falenderojmë Si nuk e Aurelin, jetë besoj, Amos e Tiçartin. Duart Flori, Unë do falenderoj Amos Amos Tiçartin. Tiçartin. Amos Aty ku Tiçartin. i gjeni këtë, lale, kërkoni si ta doni ju a bo veta i Bobi se është, ja thash, Durët Flori. Çfarë të doni, nuk ka i kështu, jo po kjo është më e vështirë, ta bëj lale, marrë kjo punë. Ka Edhe që me të thjesht. qef. flasim faktet, flasim Po faktet. ç'do Me të mo? qep me mo, Ç'do burr. mo? Si ti dush me çfarë ti dush me kë ti dush? Kur ti dush? Edhe mbrapa kam gjyra, janë shumë bukur. Për më në tepër, gjyra. pra. Po nuk po kthehem Për më dot se tepër. le të Ja, kthej mos e shpinën. Ama tash që të kompletohesh tamam, ty të duhen aksesor vlla. Më duan. Bukur, pra. Kisha mungesë aksesorë. A, pra, të duhen Më aksesor, Më valla, bide duhet ndriçim më bukur me prezencë, aksesor. o, ë? vlla, i ke Duhet bërë prezencë. prezencë. Ke Duhet shkëlqyer prezencë, pra. Shkëlqen Prezencë Enzo valla, ta Attini, e vetëm dhe- Enzo Attini, ti e di këtë muhabet. Pa, Kështu pa, që, duket e. Pa prezencë, Edhe s'ke ku shko. është një nga ngjyrat që unë kam shumë qef. Po Që- të shkon, më Të thonë shkon. I shkon formati tënd. Flori për Flori. Kolegi dashur, Unë falenderoj tashi zbukurimet më të bukura që janë bërë në këtë Alban. super studio. Alban, Flower Decor DM. Për dekore me lule plastike, për dekore me myshk, për shatërvane, Qa të për dush, ujvara, edhe për- shpimër të bëjnë po shpin ta bën. Me lule naturale, me lule plastike, çfarë doni ju, më ne na ka bër, edhe këtë na ka bër edhe këtë ku kemi shpatën katana. Që e ka O, rënë sa zorë. gjona Që janë ka- boqë si meshin. Je, po leje. Po na Edhe ashtu mund- tash. Varet sa mund të ndodhi më E, vonë. po prit Shumë pra. faleminderit. Të kontaktojeni po patët na një pëlqim për një gjë të bukur natyrore, sepse është i pari. Edhe Më i po mirë. se patët në i gjon kokë, kontaktojni se ju a japin këta ide të bukur. Apo jo, koleg? Sigurisht që po. Është Dhe pa kry me ky diskutues. muhabet. Dhe për ta mbyllur, dam të falenderojmë edhe sponsorin tjetër, Vila Private Jon, si deti Jon, Deti jon. që për të gjithë ata të cilët realisht e kërkojnë atë qetësinë, mund të Gjes shkojnë drektar, aty që na gjes mungon drektar. të e larve. gjenë në të gjitha Duhet. drejtimet. Merrni një shoqëri të mirë,
Merrni Dhe grupin e kaloni podcastit. sa më Fiks, pra. këndshëm. Na merrni dhe ne, shikojmë atë Aleksandër gjithë. Fiks fare. U kry. Fiks fare. U kry. Qofse do keni qef, na Na shkruani del për këtë. Isoka duke Duam ulur në pishinë. grupi unë them t'ja themi edhe gjithë fansave të animeve këtë lajmin. Na shkruani një herë nëse ju keni dëshirë të bëjmë një grumbullim, pra një meeting patjetër. gjithë bashkë dhe të shikojmë qoftë edhe një film anime pra. Nuk ka rëndësi një Dalin serial. 2 filma. Së shpejti në Cineplex dalin 2 filma. A pra! Bio se nisi aty ti. A pra! Njëri më i bukur se Kështu që tjetri. Ne do jeni aty, ju do jeni aty. Hajde bëjmë collaboration. Hajde bukur. pra, mblidhuni. I kena kryer Ju gjitha. presim ky sezon. Edhe shpinë e gjetëm. Edhe shpinë e gjetëm, Jena çfarë do të edhe- tash? Edhe Çfarë do të të lumtur. Tash më tako dhe mua ta bëj një falënderim. Patjetër. Falënderimi im shkon për podcastin më të bukur, siç e thash, siç e nisa. Faleminderit, shumë faleminderit. Vlerësoj shumë ftesën, nuk e prisja që do vija. Domethënë e kuptoj që unë po merresha me kontentin e animeve, paçka se kohë të fundit nuk kam postuar, por me gjitha kam parë një kimi që keni midis të treve. Edhe shoh që fillimisht vlerësoj njerëzillikun që keni me njëri tjetrin. Kështu që këto e treguat edhe jo vetëm se më ftuat mua dhe dua t'ju lej me fjalë më të bukura, por realisht kam vërej që jeni njerëz fantastik. Kështu që falënderimi më i madh shkon për ju, për këtë iniciativë që keni marrë sepse është e veçantë. Është e veçantë. Dhe anime lovers në Shqipëri ka, motivoni, shikoni anime se nuk ka asnjë gjë të keqe të shohësh anime. Fare. Shkolla normalisht ka prioritetin e vet punët, anime të shikojnë për qef Në kohën e lirë. në kohën e lirë. Nuk ka asgjë të keqe të shohësh anime. Ka shumë njerëz që janë bullizuar për këtë fakt dhe mua më ka shkruar shumë veta domethënë për faktin që shiko, ne kemi frikë ta shprehim atë që po shikojmë anime kështu. Unë kam thënë animet nuk kanë asnjë gjë të keqe. Bile s'kan më shumë mesazhe. Patjetër. Nuk them shiko Boku no Pikon se ka mesazhe të Patjetër. gabuara. Por ajo është anime idealisht për kot lirë. Kanë anime që realisht mund të të motivojnë në jetë. Patjetër. Unë një nga motivimet e kam nga një anime që quhet Kuroko në basket, Ajo që është, sado pak dritë e ketë, ajo është shpresë. ajo që- është vërtet. Nuk është turp të rrëzoni, turp është mos ngrihesh prapë. Patjetër. Që jeta është e bukur, shijoni me të gjithë bukat që ka, ulje ngritje do ketë patjetër. S'diskutohet Lele, s'diskutohet. Ajo është pak po e Shëndetin mbi sigurt. të gjitha. Shëndetin Patjetër. me gjitha Shëndeti Lele. do ta marr mësysh të Që- djalë. Ja. Unë do ta marr mësysh. Oj, do të vej hotspotin, E e mora mora me zotin. Automatikisht e mora mësysh. Do të heq hotspotin. Nuk muj më. Atëherë falënderim shumë i madh edhe për ju, gjithë që na ndoqët, do shifemi episodin e 4. Dhe episodi 4, po ju themi surprizë. Ka një film shumë të bukur. Është një film. A ba. Është? A s'është? A sa me zore A? pres. Është një film shumë. sa me zore. Është një pres, film përgatituni. shumë i bukur. Do prisni dhe do shikoni. Kështu që ka unë Arlini, shnedet mira, ka grupi. Mos harroni të bëni like, subscribe, të shpërndani videot tona dhe të vazhdoni të tregoni supportin tuaj të vazhdueshëm. Ju duam. Edhe ka Rodi që aty që baba. Shumë faleminderit, faleminderit pafshim. gjithëve dhe ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim. Ju duam të gjithëve. Ja kalofshi mirë. Shadow Clone.